Në hijet e akullta të një qyteti mospërfillës, një vajzë 7 vjeçare mbijeton bashkë me vëllezërit e saj, e padukshme për sytë e botës. Por gjithçka ndryshon kur ajo hidhet para një plumbi për të shpëtuar një të panjohur dhe kthehet, pa dashje, në qendrën e një përplasjeje mes miliarderësh. Tashmë, rrethuar nga premtime, kamera dhe interesa të fshehura, ajo duhet të zgjedhë mes shkëlqimit të luksit dhe ngrohtësisë së një vatre ku, më në fund, mund të jetë thjesht një fëmijë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Në zemrën pulsuese të Tiranës, ku gratatielat e pasqyruara reflektojnë qiellin gri dhe vitrinat e ndriçuara premtojnë botë që shumë kush nuk do t'i arrijë kurrë, një jetë e vogël zhvillohej në hije. Elona ishte vetëm 7 vjeç, por mbante mbi supet e saj të ngushta përgjegjësinë e dikujt që kishte jetuar shumë më gjallë. Sytë e saj ngjyrë kafe, të mëdhenj dhe vëzhgues, kapnin çdo lëvizje të qytetit me saktësinë e dikujt që kishte mësuar se mbijetesa ishte çështje vëmendjeje ndaj detajeve. Në një mbikalim në zonën e 21 dhjetorit, e fshehur pas një mushamaje blu të vjetëruar që dikur kishte shërbyer për të mbuluar materiale ndërtimi, Elona ndante hapësirën me 2 vëllezërit e saj më të vegjël. Miri ishte 5 vjeç dhe ende ruante atë natyrën ndërrimtare të fëmijës që beson në funde të lumtura. Lira, vetëm 3 vjeç, ka përthejej pas motrës së madhe sikur të ishte porti i saj i sigurt në mes të një stuje të pafundme. Kishin kaluar muaj që kur nëna e tyre ishte larguar. Askush nuk fliste hapur për këtë, por Elona e mbante kujtimin si një plag që nuk mbyllej kurrë plotësisht. Sëmundja kishte ardhur në heshtje dhe e pamëshirshme, duke marrë me vete të vetmin person që e mbante të bashkuar atë familje të vogël. Pa dokumente, pa burime, pa askënd ku të mbështeteshin, 3 fëmijët mbeten të braktisur në një qytet që ecën shumë shpejt për të vënë re ata që mbeten pas. Elona mësoi shpejt. Mësoi se restorantet e rrugës së Kavajës hidhnin ushqim ende të mirë pas orës 10 të natës. Mësoi se roja i sigurisë së qendrës tregtare në bulevard e lejonte të përdorte banjën nëse arrinte herët para fluksit të njerëzve. Mësoi se disa policë kishin shikime të dhëmshura, ndërsa të tjerë preferonin të hiqeshin sikur fëmijët e padukshëm nuk ekzistonin. Dhe mbi të gjitha, mësoi se të mbante mirin dhe lirën të sigurt nënkuptonte të ishe e zgjuar, e shpejtë dhe, kryesisht, e padukshme. Padukshmëria ishte armatura e saj. Ndërsa banorë të tjerë të rrugës tërhiqnin vëmendjen, bërtisnin, lypnin, Elona i mësonte vëllezërit e saj të ishin të matur. Rroba të pastra kur ishte e mundur, fytyra të lara në shatërvanët publik, heshtje strategjike. Ajo e dinte se punonisit social nënkuptonin ndarje. E dinte se strehimoret ishin të përkohshme dhe se vëllezërit e motrat shpesh nuk qëndronin bashkë. Kështu, i mbante të fshehur, të mbrojtur nga iluzioni se ndoshta, nëse do të ishin mjaftueshëm të padukshëm, bota do t'i linte të qetë. Netët ishin më të këqija. Miri shite ëndra të këqija dhe zgjohej duke qarë, duke thirrur nënën. Lira dridhej nga i ftohti edhe në ditët më të ngrohta, trupi i saj i brish dukej se nuk mbrojej kurrë plotësisht. Dhe Elona qëndronte zgjuar, duke i përqafuar të dy, duke u kënduar me zë të ulët të njëjtat këngë që nëna e tyre u këndonte dikur. Ajo nuk i dinte të gjitha fjalët saktë, por improvizonte, duke krijuar melodi që qetësonin të qarat dhe largonin, për disa orë, peshën e realitetit. Gjatë ditës, ndërsa Miri dhe Lira qëndronin të fshehur nën mushama, Elona dilte në misionet e saj të mbijetesës. Njihte çdo cep, çdo rrugicë, çdo mundësi të lagjes. Dinte ku të gjente shishe plastike për të shitur, ku të merrte ujë të pishëm, ku të merrte rroba të dhuruara pa pasur nevojë të hynte në radhë që do të tërhiqnin vëmendjen e autoriteteve. Ajo kishte një hartë mendore të qytetit të ndërtuar nga nevoja, ku çdo pikë e shënuar nënkuptonte një shans për ta mbajtur familjen e saj gjallë edhe një ditë më shumë. Ishte në një nga këto endje kur Elona njohu teto Marietën. Zonja, pronare e një furre buke të vogël në rrugën Myslym. Shyri kishte atë mënyrën amësore që e bënte Elonën të ndjente një therje malli. Në fillim, teto Marieta thjesht linte disa bukë të vjetra jashtë dyqanit, sikur të ishin për pullumba. Por Elona e vuri re modelin. Gjithmonë në të njëjtën orë, gjithmonë në të njëjtin vend, gjithmonë të paketuara në një qese plastike të pastër. Një ditë, teto Marieta e thiri Elonën brenda në furrë. Vajza hezitoi, gati për të ikur me vrap në shenjën më të vogël të rrezikut. Por gruaja thjesht I ofroi një gotë qumësht të ngrohtë dhe një copë kek.
Ti ke vëllezër, apo jo, pyeti teto Marieta, me atë zërin e butë që nuk kërkonte përgjigje. Elona pohoi me kokë, e dyshim. Sili nesër. Eja një herët para fluksit. Do t'ju lë diçka për ju. Dhe kështu filloi një rutinë e heshtur. 3 herë në javë, para agimit, Elona, Miri dhe Lira shfaqeshin te dera e pasme e furrës. Teto Marieta kur nuk bënte pyetje, kur nuk kërcënonte se do të thërriste dikë. Thjesht linte ushqim, ndonjëherë rroba të pastra, njëherë madje edhe një batanie të trash. Pse e bëni këtë? Pyeti Elona një mëngjes, kur mirënjohja e tij kaloi maturinë e saj të zakonshme. Teto Marieta shikoi larg, në një pikë të largët që vetëm ajo mund ta shite. Kam pasur një vajzë dikur, tha thjesht. Do të ishte në moshën tënde. Elona nuk pyeti më. Disa histori ishin shumë të rënda për t'u ndarë, dhe ajo e njihte mirë peshën e asaj që mbetej e pathënë. Por edhe me ndihmën e teto Marietës, jeta në rrugë ishte një betejë e vazhdueshme. Elona shihte se si njerëzit I shikonin kur nuk arrinin të ishin plotësisht të padukshëm. Disa me keqardhje, të tjerë me neveri, shumica me indiferencë. Ajo shihte çifte elegante që dilnin nga restorante të shtrenjta, duke shpërdoruar më shumë ushqim në një natë sesa ajo arrinte të mblidhte në një javë. Shihte fëmijë të moshës së saj me çanta shpine me ngjyra, duke shkuar në shkolla, duke u ankuar për detyrat e shtëpisë, duke jetuar në një botë paralele që dukej e paarritshme. Në disa momente, vonë natën, kur Miri dhe Lira më në fund flinin, Elona I lejonte vetes të ëndërronte. Ëndërronte për një dhomë të vërtet, me mure të forta dhe një tavan që nuk pikonte. Ëndërronte për një krevat të butë, me çarçaf të pastër që mbanin erë zbutës rrobash. Ëndërronte t'i shihte vëllezërit e saj duke luajtur në një obor, pa frikë, pa uri, pa shikimin e vazhdueshëm vigjilent që ajo duhej të mbante. Por ëndrat gjithmonë mbaronin me agimin dhe me të kthehej rutina e pamëshirshme e mbijetesës. Ishte në një natë qershori, kur I ftoti therrës I Tiranës e shndërronte çdo frymëmarrje në avull, që gjithçka ndryshoi. Elona sapo ishte kthyer nga kërkimi I saj I natës për ushqim, duke mbajtur disa sanduiçe të hedhura nga një lokal I shpejtë. Miri dhe Lira ishin mbështjell me batanie, duke fjetur thellë, dhe ajo po përgatitej t'u bashkohej kur dëgjoi. Një klithmë. E mbret, e dëshpëruar, duke qarë natën si një te. Elona ngriu. Rregulli I saj I parë I mbijetesës ishte I qartë, mos u përfshi. Mos kërko të lashe. Qëndro e padukshme. Por kishte diçka në atë klithmë, diçka që e bëri të kujtonte zërin e saj kur nëna u sëmur dhe ajo nuk dinte çfarë të bënte. Shikoi vëllezërit e saj që flinin. Duhej ta injoronte. Duhej të shtrihej dhe të harronte. Por këmbët e saj filluan të lëviznin para se mendja e saj të mund t'i ndalonte. Shiu filloi të binte, I imët dhe I ftohtë, ndërsa Elona ndiqte drejtimin e zërit. Ajo I njihte mirë ato rrugë, por kur nuk ishte aventuruar kaq larg natën. Klithma erdhi përsëri, më afër tani, e shoqëruar me zëra të alteruar. Duke u kthyer në cep, duke u fshehur pas një kazani plehrash, Elona pa skenën. Një makinë luksoze, e zezë dhe me shkëlqim, ishte parkuar në një rrugicë. Një burr I rritur mbante një djalë nga krahu dhe një burr tjetër, më agresiv, gestikulonte kërcënueshëm. Djali, që dukej rreth 10 vjeç, vishte rroba të shtrenjta dhe kishte fytyrën të shënuar nga tmerri. Elona nuk e kuptonte të gjithë bisedën, por kapte fjalë të shkëputura. Shpërblim, para, baba I tij. Zemra I rahu fort. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Kishte parë situata të ngjashme më parë, kishte dëgjuar histori të përshpëritura mes banorëve të rrugës për fëmijë të pasur që bëheshin shënjestër. Instinkti I bërtiste të vraponte, të kthehej te vëllezërit e saj, të hiqej sikur nuk pa asgjë. Por pastaj djali e shikoi drejt për drejt. Sytë e tyre u takuan për një sekond të shkurtër dhe në atë shikim Elona pa gjithçka që ajo vetë ndjente çdo ditë, frikë, dëshpërim, lutje të heshtur për ndihmë. Dhe atëherë, pa menduar, pa planifikuar, Elona veproi. Ajo doli me vrap nga pas kazanit, duke bërtitur sa më fort që mundte. Ndihmë. Policia. Thërrisni policinë. Zëri I saj jehonte nëpër muret e rrugicës, I shumë fishuar nga akustika e hapësirës së mbyllur. Burrat u kthyen, të befasuar nga ndërprerja. Në momentin e konfuzionit që pasoi, Elona vrapoi drejt djalit. Nuk kishte një plan, nuk kishte ide se çfarë do të bënte kur të arrinte atje.
Thjesht dinte se nuk mund të linte dik tjetër të shite atë frikë në sytë e dikujt pa u përpjekur të bënte diçka. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Burri më agresiv u hodh drejt saj. Elona u hodh mes tij dhe djalit, trupi i saj i vogël dhe i brish duke u bërë mburoj. Pati një shtytje të dhunshme dhe Elona ndjeu një dhimbje të mprehtë që i përshkoi shpatullën kur u përplas me llamarinën e makinës. Goditja ishte aq e fortë sa që ajo ra në tokë, fryma duke ikur nga mushkëria. Zëra bërtisnin përreth. Drita elektrikësh dore u shfaqën në hyrje të rrugicës. Burrat vrapuan, hapat e tyre duke i huar gjithnjë e më larg. Dhe pastaj heshtje e ndërprer vetëm nga shiu që tani binte me forcë. Elona u përpoq të ngrihej, por dhimbja në shpatull ishte e padurueshme. Ajo arriti të kthente kokën dhe pa djalin, ende në këmbë, i padëmtuar, duke e parë me sy të zgurdulluar. Ai e mirë arriti të pëshpëriste, para se errësira të fillonte të pushtonte shikimin e saj. Djali u gjunjëzua pranë saj. Ti më shpëtove, tha ai, zëri i tij duke u dridhur. Ti më shpëtove. Elona u përpoq të buzëqeshte, por dhimbja ishte shumë e madhe. Vrapo, arriti të thoshte. Shko. Kërko ndihmë. Por para se të mund të thoshte më shumë, burra me kostume u shfaqën duke vrapuar. Njëri prej tyre e mori djalin në krah, duke kontrolluar nëse ishte i lënduar. Një tjetër u gjunjëzua pranë Elonës, duke hequr pallton e tij për ta mbuluar. Thërrisni një ambulancë. Shpejt, i bërtiti dikuj. Elona donte të thoshte jo, donte të thoshte se nuk mund ta merrnin, se duhej të kthehej te vëllezërit e saj. Por fjalët nuk dilnin. Gjithçka po bëhej konfuze, zërat duke u përzier me zhurmën e shiut. Gjëja e fundit që pa para se t'i binte të fikët ishte fytyra e djalit, duke e parë me një shprehje mirënjohjeje dhe shqetësimi që ajo nuk do ta harronte kurrë. Kur Elona u zgjua, bota ishte ndryshe. Drita të bardha dhe të ndritshme i lëndonin syt. Kishte një erë të fortë dezinfektanti në ajër. Makinerit cicëronin rreth saj, duke lëshuar tinguj ritmik dhe të vazhdueshëm. Ajo u përpoq të lëvizte, por i gjithë trupi i dhimbte. Qetësohu, vogëlushe. Je e sigurt tani, tha një zë femëror dhe i but pranë saj. Elona ktheu kokën, lëvizja duke dërguar val dhimbjeje nëpër qafën e saj. Një infermiere me flokët të mbledhur në një topuz të shtrënguar dhe sy të butë, i buzëqeshi. Ku jam, arriti të pyeste Elona, zëri i saj i ngjirur dhe i dobët. Në qendrën spitalore universitare. Pësove një tronditje të madhe mbrëm, por po e merr veten mirë. Spital. Fjala i honte në mendjen e Elonës, duke sjell me vete një tsunami paniku. Spitalet nënkuptonin pyetje. Pyetjet nënkuptonin punonjes social. Dhe punonjësit social nënkuptonin. Vëllezërit e mi. Elona u përpoq të ulej, duke injoruar dhimbjen që shpërtheu në shpatullën e saj. Ku janë vëllezërit e mi? Miri dhe lira. Më duhet. Hej, qetësohu. Infermierja i mbajti supet butësisht, duke e penguar të ngrihej. Vëllezërit e tu janë të sigurt. Ata u gjetën dhe po kujdesen për ta. Ti duhet të pushosh tani. Jo. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Elonës. Ju nuk kuptoni. Nuk mund të na ndani. Unë premtova se do të kujdesesha për ta. Unë premtova. Dera e dhomës u hap dhe hyri një burr. Ai ishte i gjatë, vishte një kostum të shtrenjtë por të rrudhosur, sikur të kishte fjetur me të. Syt i kishte të kuq dhe të enjtur. Kur pa Elonën zgjuar, fytyra e tij u ndriçua nga lehtësimi. Je zgjuar, tha ai, zëri i tij i ngarkuar me emocion. Faleminderit Zotit, je zgjuar. Elona e shikoi, e hutuar. Ajo nuk e njihte atë burr. Kush jeni ju? Pyeti ajo, ende duke u përpjekur të kuptonte ku ishte dhe çfarë po ndodhte. Burri ju afrua krevatit, por mbajti një distancë respektuese. Unë quhem Robert. Robert Basha. Ti shpëtove djalin tim mbrëm. Gentin. Kujtesa u kthye në fragmente. Rrugica. Klifmadh. Djali me frikë. Dhimbja. A është mirë? Pyeti Elona menjëherë. Djali. Genti a është mirë? Robert pohoi me kokë dhe Elona mundi të shihte lotët që po i formoheshin në sy. Ai është perfekt. Për shkakun tënd.
Ti vure jetën tënde në rrezik për të shpëtuar djalin tim. Një fëmijë që as nuk e njihje. Unë thjesht nuk mund ta lija, tha Elona thjesht, sikur kjo të shpjegonte gjithçka. Vëllezërit e tu, vazhdoi Robert, zëri I tij duke u bërë më I fortë, miri dhe lira. Ata janë në një vend të përkohshëm tani, por të sigurt dhe po kujdesen shumë mirë për ta. Unë e garantova personalisht. Askush nuk do t'ju ndaj nga ti. Elona e studioi duke kërkuar për gënjeshtra, për premtime të rreme. Por gjithçka që shihte ishte sinqeritet absolut. Pse, pyeti ajo. Pse po e bëni këtë për ne? Robert u ul në një karrige pranë krevatit. Sepse ti bëre diçka që pak njerëz do të kishin guximin ta bënin. Sepse ti më ktheve djalin tim. Dhe sepse... Ai hezitoi, sikur fjalët e ardhshme të ishin të vështira për t'u thënë. Sepse zbulova diçka ndërsa ishe pa ndjenja. Elona rudhi ballin, e hutuar. Mjekët kishin nevojë për informacione për ty, kështu që kërkuam çdo regjistrim që mund të gjenim. Emrin tënd, historinë tënde. Dhe zbuluam diçka të pabesueshme. Robert nxori një letër të rrudhosur nga xhepi. Ti e njohe nënën tënde? E di emrin e saj? Julia, tha Elona automatikisht. Julia Maria Prifti. Robert pohoi ngadalë me kokë. Julia. Motra ime. Motra ime që u zhduk 15 vjet më parë pas një sherri familjar. Dhoma dukej se sillej rrotull Elonës. Ajo shikoi burrin duke kërkuar për ndonjë ngjashmëri, ndonjë lidhje që të kishte kuptim. Motra juaj? E kërkova për vite, tha Robert, zëri I tij duke u thyer. Por ajo kishte ndryshuar emrin, ishte fshehur. Kishte shumë krenari për t'u kthyer pas sherrit. Dhe kur më në fund gjeta një gjurmë të saj, ishte tepër vonë. Ajo tashmë kishte. Ai ndaloi, I pa aftë të vazhdonte. Ajo u sëmur, plotësoi Elona butësisht. Dhe nuk kishte si të paguante për trajtim. Robert mbylli syt, dhimbja e dukshme në fytyrën e tij. Sikur ta dija, sikur ta kisha gjetur në kohë. Ajo kur nuk përmendi se kishte një vëlla, tha Elona, duke u përpjekur të përpunonte atë informacion të pamundur. Krenaria e saj ishte sa imja, pranoi Robert. U zun për gjëra budallaqe dhe asnjëri prej nesh nuk pati guximin të lëshonte pe. Dhe tani, ai shikoi Elonën me një intensitet që e bëri të ndihej e ekspozuar. Tani je ti këtu. Mbesa ime. Vajza e motrës sime. Elona nuk dinte çfarë të thoshte. Kishte kaluar kaq shumë kohë vetëm, përgjegjëse vetëm për mirin dhe lirën, saqë ideja për të pasur familje, për të pasur dikë, dukej jo reale. Dua të ndihmoj, tha Robert, zëri I tij I fortë por I butë. Dua të ndihmoj ty dhe vëllezërit e tu. Jo si bamirësi, por si familje. Sepse ju jeni familje. Por para se Elona të mund të përgjigjej, para se të mund të përpunonte plotësisht atë zbulim, dera u hap përsëri. Një grua hyri, duke mbajtur një tablet, fytyra e saj tregonte urgjencë. Zëv Basha, më falni që ju ndërpres, por ka diçka që duhet ta shihni. Ajo I zgjati tabletin. Robert mori pajisjen dhe Elona pa vetullat e tij të ngriheshin nga habia ndërsa lexonte. Çfarë ndodhi? Pyeti ai. Historia ka dalë, shpjegoi gruaja. Për atë që ndodhi dje. Për Elonën që shpëtoi Gentin. Është kudo. Dhe ka më shumë. Robert vazhdoi të lexonte, shpreha e tij duke ndryshuar nga habia në shok. Më shumë çfarë? Pyeti Elona, duke ndier frikën të rritej përsëri në gjoksin e saj. Robert e shikoi dhe kishte diçka në sytë e tij që Elona nuk mund ta deshifronte. Duket se je bërë lajm kombëtar. Dhe ka shumë njerëz që duan të takojnë. Në atë moment, pa e ditur ende, jeta e Elonës ndryshoi plotësisht. Ajo që kishte bërë atë natë me shi në një rrugicë të Tiranës do të jehonte shumë përtej asaj që ajo mund të imagjinonte. Pa dukshmëria e saj, ajo armaturë që e kishte mbajtur të sigurt për kaq shumë kohë, ishte shkatëruar. Dhe bota, me gjithë kompleksitetin e saj, qëllimet e saj të mira dhe rreziqet e saj të fshehura, ishte gati të zbulonte se kush ishte në të vërtetë vajza që rrezikoi gjithçka për të shpëtuar një të huaj. Elona nuk e kuptoi plotësisht kuptimin e fjalëve të Robertit deri në mëngjesin tjetër, kur u zgjua dhe pa 3 roje sigurie të pozicionuar jashtë dhomës së saj të spitalit.
Infermierja që hyri me mëngjesin e saj kishte një buzëqeshje nervoze në fytyrë dhe Elona e kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar në mënyrë drastike gjatë natës. Ka shumë njerëz që duan të flasin me ty, tha infermierja ndërsa rregullonte jastëkët e Elonës. Gazetar, reporter, madje edhe njerëz nga televizioni. Spitali është plot poshtë. Nuk kam parë kur diçka të tillë. Elona ndjeu stomakun t'i kthehej. Kishte kaluar vite duke mësuar të ishte e padukshme dhe tani, papritur, të gjithë sytë e vendit dukej se ishin kthyer nga ajo. Ishte e kundërta e gjithçkaje që e kishte mbajtur të sigurt. Ishte e rrezikshme. Ishte e frikshme. Robert hyri pak më vonë, i shoqëruar nga një grua në moshë të mesme që ai e prezantoi si Marina, avokatja e tij personale. Të dy kishin shprehje serioze dhe të shqetësuara. Elona, duhet të flasim për atë që po ndodh, filloi Robert duke tërhequr karrigen më afër krevatit. Historia jote është përhapur shumë më shpejt se sa imagjinoja të ishte e mundur. Videoja e kamerave të sigurisë është shpërndar miliona herë. Gazeta nga e gjithë bota po publikojnë artikuj për ty. Unë nuk dua të bëhem e famshme, tha Elona menjëherë, zëri i saj i vogël por i fortë. Unë dua vetëm vëllezërit e mi. A mund t'i shoh? Robert dhe Marina shkëmbyen një shikim që Elona nuk arriti ta interpretonte plotësisht. Do t'i shohësh sot pas dite, garantoi Robert. Por së pari duhet të flasim për disa gjëra të rëndësishme. Ka shumë njerëz që duan të ndihmojnë ty dhe vëllezërit e tu. Njerëz me burime që mund të ofrojnë mundësi të jashtëzakonshme. Çfarë lloj njerëzish? Pyeti Elona, e dyshim. Marina hapi një dosje që mbante dhe filloi të nxirrte dokumente. Në 18 orët e fundit, kemi marrë 7 propozime formale nga familje të ndryshme që shprehin interes për të ofruar mbështetje për ju. Disa nga këto familje janë disa nga njerëzit më të pasur dhe me ndikim në Shqipëri. Elona shikoi letrat pa kuptuar plotësisht. Çfarë do të thotë të ofrosh mbështetje? Robert mori frym thellë. Disa duan të ndihmojnë financiarisht. Të tjerë po ofrojnë të paguajnë për arsimin, strehimin, trajtimin mjekësor. Dhe disa. Ai hezitoi, disa janë të interesuar për një proces birësimi. Fjala ra si një bombë në dhomën e heshtur. Birësim. Elona e kishte dëgjuar këtë fjalë më parë, në bisedat e përshpëritura mes punonjësve social që ajo i shmangte në rrugë. E dinte se do të thoshte një familje e re, një jetë e re. Por gjithashtu do të thoshte të lije pas gjithçka që njihte. Unë nuk kam nevojë për familje të re, tha Elona me vendosmëri. Unë kam familje. Miri dhe lira. Ata janë familja ime. Dhe ata gjithmonë do të jenë, nxitoi të thoshte Robert. Çdo propozim që do të konsiderojmë duhet t'ju përfshijë të treve bashkë. Kjo nuk është e negociueshme. Para se Elona të mund të përgjigjej, pati një trokitje të lehtë në derë. Roja i sigurisë jashtë futi kokën. Basha, zënija. Beatrice Zeka është këtu. Thotë se ka takim të caktuar. Robert shikoi orën dhe pohoi me kokë. Lëre të hyj. Një grua elegante hyri në dhomë. Ajo ishte rreth 50 vjeç, me flokë bjond të krejur në mënyrë të përsosur, rroba që bërtisnin pasuri pa pasur nevojë për etiketa të dukshme. Por ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen Elonës ishin sytë e saj. Kishte një trishtim të thellë në ta, të vjetër dhe të pashëruar mirë. Elona, tha ajo, zëri i saj i butë dhe i kontrolluar, unë quhem Beatrice Zeka. Është një nder të takoj. Elona nuk tha asgjë, vetëm vëzhgoi ndërsa gruaja ju afrua krevatit me hapa të matur. Lexova për atë që bëre. Për guximin tënd. Për mënyrën se si u kujdese për vëllezërit e tu vetëm për kaq shumë kohë. Beatrice ndaloi, sikur fjalët e ardhshme të ishin të vështira. Humba vajzën time 3 vjet më parë. Ajo ishte në moshën tënde. Një sëmundje e papritur që mjekët nuk arritën ta kuronin në kohë. Që atëherë, shtëpia ime ka qenë shumë e zbrazët, shumë e heshtur. Burri im dhe unë kemi burime të pakufizuara, por nuk kishim qëllim. Derisa lexuam për ty. Elona ndjeu një therje të diçkaje në gjoks. Empati, ndoshta. Njohje të dhimbjes. Por edhe maturi. Ajo kishte mësuar se dhimbja e përbashkët nuk nënkuptonte automatikisht besim.
Do të doja t'ju ofroja ty dhe vëllezërve të tu një shtëpi, vazhdoi Beatrice. Një shtëpi në Lundër me obor, pishin, dhoma individuale për secilin prej jush. Shkollat më të mira private në Tiranë. Mbikëqyrje mjekësore dhe psikologjike të vazhdueshme. Udhëtime, përvoja, gjithçka që fëmijët duhet të kenë. Dhe më e rëndësishmja, dashuri. Një familje. Ishte një ofertë bujare. Kushto mund ta shite këtë. Por Elona dëgjoi diçka në fjalët që e shqetësoi. Nuk ishte për ata. Ishte për të mbushur një zbrazë të tij. Për të zëvendësuar diçka që ishte humbur. Faleminderit për ofertën, tha Elona me mirësjellje, në mënyrën se si nëna e saj e kishte mësuar të ishte e sjellshme edhe kur nuk ishte dakord. Por më duhet të mendohem. Beatrice pohoi me kokë, qartësisht duke e pritur këtë përgjigje. Sigurisht. E lë kontaktin tim me Z. Basha. Mendoje me qetësi. Por dije se dera ime është gjithmonë e hapur. Pasi ajo doli, pati një moment heshtjeje. Marina ishte ajo që e theu. Ajo ishte e para. Ka edhe 6 të tjerë që presin të flasin me ty në ditët në vijim. Të gjithë me propozime të ngjashme, të gjithë me burime të pamas. Pse kaq shumë njerëz duan të birësojnë dikë që as nuk e njohin, pyeti Elona, sinqerisht e hutuar. Robert pshertiu. Disa kanë motive të sinqerta, si Beatrice. Kanë humbur fëmijë, duan të mbushin atë zbrazë të tij. Të tjerë shohin një mundësi për të bërë diçka të mirë, për të përdorur burimet e tyre për të ndryshuar jetë. Dhe disa. Ai ndaloi, duke zgjedhur fjalët me kujdes, disa shohin një mundësi për të përmirësuar imazhin e tyre publik. Për t'u parë si heronj gjithashtu. Pra, bëhet fjalë për ata, jo për ne, përfundoi Elona me një perceptim që e befasoi edhe atë vetë. Jo gjithmonë, ndërhyri Marina. Por duhet të kuptosh se historia jote ka prekur shumë njerëz. Dhe njerëzit me burime duan të ndihmojnë. Çështja është të zbulosh se kush po ndihmon për arsyet e duhura. Pjesa tjetër e ditës ishte një mjegull bisedash, propozimesh dhe premtimesh. Një biznesmen ndërtimi ofroi një vilë dhe fonde të pakufizuara për arsim. Një trashëgimtare e një familjeje tradicionale tiranase foli për traditën dhe trashëgimin. Një mjek i famshëm premtoi trajtimet më të mira dhe mbikëqyrje të përjetshme. Secili kishte historinë e tij, motivet e tij, ofertat e tij joshëse. Por Elona mund të mendonte vetëm për një gjë. Miri dhe lira. Ku ishin? Si ishin? A kishin frikë? A kishin mall? Më në fund, në mes të pasdites, Robert njoftoi se ishte koha për t'i parë. Elonën e çuan me një karrocë invalidësh, ende duke u rikuperuar nga plagët, nëpër korridoret e spitalit deri në një dhomë të rezervuar ku, më në fund, pa vëllezërit e saj. Lona bërtiti miri nofkën që vetëm ai përdorte, duke vrapuar drejt karrocës. Lira erdhi menjëherë pas, më ngadalë, por me të njëjtën urgjencë. Elona i përqafoi me gjithë forcën që kishte, duke injoruar dhimbjen në shpatull, duke ndjerë lotët të rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e saj. Ata mbanin erë sapuni dhe shampoje, ishin me rroba të pastra dhe të reja, flokë të larë dhe të krejur. Por ishin të njëjtët. Vëllezërit e saj. Familja e saj. Ti u zhduke, tha Miri, zëri i tij i vogël akuzues, por i ngarkuar me shqetësim. Ti premtove se nuk do të zhdukeshe kurrë. E di. Më fal, përshpëriti Elona, duke i puthur majën e kokës. Por jam këtu tani. Jemi bashkë. Lira nuk tha asgjë, vetëm u ka përthye pas Elonës sikur të kishte frikë se ajo do të zhdukej përsëri nëse e lëshonte. Punonisja sociale që kujdesej për ta, një grua e re me emrin Klara, vëzhgonte skenën me sy të përlotur. Ata kanë qenë shumë trima, i tha ajo Robertit. Por pyesnin për ty çdo 5 minuta. Ku ishit, i pyeti Elona vëllezërit e saj. Në një shtëpi të madhe, shpjegoi Miri me entuziazëm. Me fëmijë të tjerë. Dhe kishte ushqim, Lona. Kaq shumë ushqim. Dhe krevate të vërteta. Dhe lodra. Lira më në fund e lëshoi Elonën mjaftueshëm për ta parë. Por nuk ishe ti, përshpëriti ajo, dhe ato 4 fjalë ja thyen zemrën Elonës në copa. E di, vogëlushe. Por tani do të qëndrojmë bashkë. Të premtoj. Robert u afrua me kujdes. Përshëndetje, Miri. Përshëndetje, Lira.
Unë quhem Robert. Jam xhaxhai juaj. Miri shikoi Elonën i hutuar. Xhaxhai? Është një histori e gjatë, tha Elona. Por ai është vëllai i nënës son. Ai po na ndihmon. Genti, djali i Robertit, hyri me droj në dhomë në atë moment. Ai ishte 10 vjeç, me flokë të errët dhe sy që tregonin inteligjencë dhe ndjeshmëri. Kur pa Elonën, fytyra e tij u ndriçua. Je më mirë, tha ai, duke u afruar. Mjekët thanë se do të bëheshe mirë, por isha i shqetësuar. Jam mirë, garantoi Elona. Falteje që kërkove ndihmë shpejt. Genti tundi kokën me forcë. Jo. Falteje. Ti më shpëtove. Ti as nuk më njihje dhe më shpëtove. Ai shikoi Mirin dhe Lirën. Motra jote është një heroin. Miri u bë krenar me njëherë. E di. Ajo gjithmonë kujdeset për ne. Ajo është motra më e mirë në botë. Në atë moment, duke parë vëllezërit e saj të sigurt, duke parë mirënjohje të sinqertë në sytë e Gentit, duke parë Robertin që vëzhgonte gjithçka me emocion, Elona pati një moment qartësie. Jeta e saj kishte ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. Nuk kishte kthim të mbikalimi, të mushamaja blu e vjetëruar, të netët e ftohta dhe ditët e urisë. Por çfarë do të vinte më pas? Cilin rrugë duhej të zgjidhte? Ditët në vijim ishin intensive dhe raskapitëse. Elona mori më shumë vizita, dëgjoi më shumë propozime, secila më e përpunuar se e mëparshmja. Njohu Rifat Memën, pronar i një rjeti supermarketesh, i cili ofroi një jetë stabiliteti dhe biznesesh të ardhshme. Njohu Sofia Gjonin, një aktore e famshme që foli për ekspozimin dhe mundësitë në botën e artit. Njohu Ferdinand Dervishin, një politikan me ndikim që premtoi të përdorte pozitën e tij për të garantuar të ardhmen më të mirë të mundshme. Secili kishte cilësitë e tij. Secili kishte burime të paimagjinueshme. Secili premtonte botën. Por Elona vuri re një model. Të gjithë flisnin për atë që mund të ofronin, për vila dhe makina dhe shkolla elite. Askush nuk pyeste se çfarë donte ajo në të vërtetë. Askush nuk e dëgjonte me të vërtetë. Ishte në ditën e 5 në spital që ndodhi diçka ndryshe. Robert hyri në dhomë me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Ka edhe dikë tjetër këtu për të takuar, tha ai. Por ky është ndryshe. Ndryshe si? Pyeti Elona. Ai nuk ka miliarda. Në fakt, është mësues në shkollë publike. IV. Jeton në një shtëpi të thjeshtë në La Prag. Por këmbënguli aq shumë për të folur me ty saqë mendova se duhet t'i jepja mundësinë. Një burr hyri. Ishte rreth 45 vjeç, me flokë të thinjur në tëmtha, rroba të thjeshta por të pastra. Duart i kishte me kallo, fytyrën të shënuar nga rrudhat e shprehjes që tregonin një jetë pune dhe shqetësimesh. Por syt i kishte të butë. Përshëndetje Elona, tha ai, zëri i tij i qetë dhe pa nxitim. Unë quhem Pavli. Pavli Deda. Jam mësues matematike. Elona priti propozimin madhështor, listën e ofertave të pamundura. Por Pavli thjesht tërhoqi një karrige dhe u ul. E pash historinë tënde në televizion, filloi ai. Dhe më kujtoi kohën kur unë dhe gruaja ime ishim të rinj dhe jetonim në rrugë gjithashtu. Arritëm të dilnim nga ajo jetë përmes shumë pune dhe ndihmës së njerëzve bujar. Gruaja ime u nda nga jeta 2 vjet më parë dhe shtëpia është e zbrazët që atëherë. Më vjen keq, tha Elona sinqerisht. Faleminderit. Ajo do të kishte pëlqyer. Kishte një zemër të madhe gjithashtu. Pavli ndaloi. Unë nuk kam vila për të ofruar. Nuk kam pishin apo makina të importuara. Kam një shtëpi me 3 dhoma në një lagje të zakonshme. Një obor të vogël ku rris 200 që i kam shpëtuar. Kam një rutinë të thjeshtë mësuesi. Zgjohem herët, korrigjoj provime natën, bëj një jetë normale. Atëherë pse jeni këtu? Pyeti Elona, sinqerisht kurioze. Sepse kur pash ty dhe vëllezërit e tu, pash veten dhe gruan time shumë vite më parë. Pash fëmijë që kanë nevojë për stabilitet, jo për spektakël. Pash dikë që ka nevojë për një shtëpi, jo për një kështjell. Dhe mendova se ndoshta, vetëm ndoshta, unë mund të ofroja diçka që këta njerëz të tjerë nuk munden. Normalitet. Një jetë të zakonshme, por të sigurt. Elona qëndroi në heshtje për një moment të gjatë.
Kishte diçka në thjeshtësinë e Pavlit që rezononte me të në një mënyrë që të gjitha propozimet madhështore nuk kishin arritur. A mund të mendohem? Pyeti ajo. Sigurisht. Nuk kam nxitim. Dhe nëse zgjedh një rrugë tjetër, është në rregull gjithashtu. Thjesht doja të dije se ka opsione për te vilave dhe privilegjeve. Ndonjëherë, ajo që na nevojitet është vetëm një vend ku mund të jemi vetvetja. Pasi Pavli doli, Robert u ul pranë Elonës. Çfarë mendove? Ai ishte ndryshe, pranoi Elona. Të gjithë të tjerët flasin për atë që kanë. Ai foli për atë që është. Po unë, pyeti Robert butësisht. Ku përshtatem unë në gjithë këtë? Elona shikoi xhaxhain e saj, këtë burr që zbuloi se ishte familje, që kishte qenë kaq i vëmendshëm dhe i pranishëm. Ti je gjak. Je familje e vërtetë. Por, ajo hezitoi. Por, e inkurajoi Robert. Por jeta jote është shumë e madhe. Shumë komplekse. Roje sigurie, takime, njerëz të rëndësishëm. Genti më tregoi për rutinën tënde. Ti mezi ke kohë të marrësh frym. Si do të kishe kohë për 3 fëmijë që kanë nevojë për shumë vëmendje? Robert u tërhoq sikur të kishte marrë një grusht. Do të bëja kohë. Do të ndryshoja gjithçka nëse do të ishte e nevojshme. Do ta ndryshoje? Pyeti Elona. Apo do të përpiqeshe të na përshtatje në jetën që tashmë ke? Ishte një pyetje e vështirë, por e nevojshme. Robert qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Ti je shumë e mençur për 7 vjeç, tha ai më në fund. Mu desh të rritesha shpejt, u përgjigj Elona thjesht. Atë natë, vetëm në dhomën e saj të spitalit, Elona mendoi për gjithçka që kishte ndodhur. Një javë më parë, ishte në një mbikalim, e shqetësuar vetëm për të gjetur ushqim për ditën tjetër. Tani, kishte 8 familje të ndryshme që donin ta birsonin, duke ofruar jetë që ajo as nuk ëndërronte se ishin të mundshme. Por çfarë donte ajo në të vërtetë? U përpoq të imagjinonte veten dhe vëllezërit e saj në çdo skenar. Në vilën e Beatrices, të rrethuar nga luksi, por gjithmonë duke ndjerë se ishin zëvendësues të diçkaje të humbur. Në shtëpinë e biznesmenit, me të gjitha burimet, por edhe me të gjitha pritshmëritë. Në jetën e ngarkuar të Robertit, me familje gjaku, por pak kohë cilësore. Dhe pastaj mendoi për shtëpinë e thjeshtë të Pavlit. Pa shkëlqim, pa luks, por me hapësirë për të qenë thjesht fëmijë. Me një rutinë të parashikueshme, me darka në tryez, me detyra shtëpie dhe lojra në obor. Me normalitet. A ishte kjo ajo që donte? Normalitet? Pas gjithçkaje që kaloi, a nuk meritonte diçka më shumë? A nuk meritonte kompensim për vuajtjen? Por sa më shumë mendonte, aq më shumë kuptonte se kompensimi nuk ishte e njëjta gjë me shërimin. Luksi nuk fshinte traumën. Parat nuk zëvendësonin sigurinë emocionale. Dera u hap butësisht. Ishte Marina, avokatja e Robertit. Më fal që të shqetësoj kaq vonë, tha ajo. Por ka diçka që duhet ta dish. Media ka zbuluar për propozimet e birësimit. Është bërë një cirk atje jashtë. Po e quajnë mbetëja për jetimët heronj. Ka programe televizive që duan të bëjnë speciale. Dokumentar po negociohen. Jeta jote është bërë argëtim publik. Elona ndjeu të përzierat i ngjiteshin në fyt. Si ta ndaloj këtë? Nuk mundesh, tha Marina sinqerisht. Jo plotësisht. Por mund të kontrollosh narrativën. Mund të bësh zgjedhje që tregojnë se nuk je trofe. Se je një fëmijë me agjenci dhe zë të vetin. Si? Së pari, duhet të vendosësh se çfarë do vërtet. Jo atë që do të ishte më mbresëlënëse apo atë që do të bënte tituj më të mirë. Çfarë ti, Elona, fëmijë 7 vjeç që u kujdese për vëllezërit e tu vetëm për muaj të tërë, vërtet do dhe ke nevojë? Ishte hera e parë që dikush e bënte pyetjen në këto terma. Jo për atë që ofrohej, por për atë që ishte e nevojshme. Dua që Miri të bëhet përsëri fëmijë, tha Elona ngadalë, duke lënë mendimet të formoheshin në fjalë. Dua që të mos ketë më ëndra të këqija. Dua që Lira të flasë përsëri normalisht, pa frikë. Dua të shkoj në shkollë dhe të mësoj të lexoj më mirë. Dua të kem shoqe. Dua të fle pa pasur nevojë të qëndroj me një sy hapur. Dua një jetë ku nuk kam nevojë të jem e rritur gjatë gjithë kohës. Këto janë nevoja të sinqerta, tha Marina.
Tani mendo, cila nga këto propozime i plotëson vërtet këto nevoja? Jo ato që ofrojnë më shumë gjëra, por ato që ofrojnë mjedisin e duhur për shërim dhe rritje. Elona mendoi. Vilat ishin mbresëlënëse, por frikësuese. Shkollat elite do të tingëllonin mirë në letër, por a do të ndiheje huaj? Jeta e shoqërisë së lartë do të sillte presione të reja, pritshmëri të reja. A do të shkëmbente një lloj mbijetese me një tjetër? Mësuesi, tha Elona më në fund. Pavli. Ai ofroi atë që më duhet vërtet. Jo atë që bën përshtypje, por atë që shëron. Marina buzëqeshi. Është një zgjedhje e guximshme. Do të zhgënjej shumë njerëz që prisnin një histori hirusheje. Jeta ime nuk është për rallë, u përgjigj Elona. Është e vërtetë. Dhe ka nevojë për zgjidhje të vërteta, jo për fantazi. Je e sigurt? Sepse sapo ta njoftosh këtë, nuk ka kthim prapa. Ofertat e tjera me siguri do të zhduken. Është shansi yt I vetëm për të pasur akses në këtë lloj burimi. Elona mendoi për nënën e saj, se si ajo gjithmonë thoshte se pasuria nuk ishte te gjërat, por te njerëzit. Mendoi për teto Marietën dhe furrën e saj të thjeshtë, por që ishte më e rëndësishme se çdo vil. Mendoi për vëllezërit e saj dhe për atë që ata kishin vërtet nevojë. Jam e sigurt, tha ajo. Në mëngjesin tjetër, Robert organizoi një takim me të gjithë pretendentët. Elona këmbënguli të ishte e pranishme, edhe kundër rekomandimit mjekësor. Donte që ata ta shihnin fytyrën e saj kur të merrte vendimin. Salla ishte plot. Beatrice me kostumin e saj të përsosur. Rifati me eskortën e tij të asistentëve. Sofia me ekipin e saj të marrëdhënieve me publikun. Ferdinandi me këshilltarët e tij politik. 4 të tjerë që Elona I kishte takuar shkurtimisht. Dhe në cep, pothuajse I pavend midis gjithë asaj pasurie, Pavli me këmishën e tij të thjeshtë dhe qetësinë e tij të patundur. Marina filloi takimin duke shpjeguar procesin ligjor të birësimit, të drejtat e fëmijëve, hapat e ardhshëm. Por Elona e ndërpreu. A mund të flas? Pyeti ajo. Të gjithë syt u kthyen nga ajo. Marina pohoi me kokë. Elona u ngrit, ende me dhimbje, por me nevojën për ta bërë këtë në këmbë. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që u interesuat. Që donit të ndihmonit. E di që shumë prej jush kanë qëllime të mira. Por unë duhet të bëj atë që është më e mira për mua dhe vëllezërit e mi. Dhe ajo që është më e mira nuk është domosdoshmërisht ajo që duket më mbresëlënëse. Ajo pa konfuzion në disa fytyra, mirëkuptim në të tjera. Kam zgjedhur Pavli Dedën si kujdestarin tim. Ai nuk ka shtëpinë më të madhe apo më shumë para. Por ai ofroi diçka që më duhet më shumë. Një shtëpi të vërtetë. Jo një pallat, por një shtëpi. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Disa pretendentë dukeshin të shokuar. Të tjerë të lehtësuar. Beatrice kishte lot në sy, por pohoi me kokë me mirëkuptim. Ti je një vajzë shumë e veçantë, Elona, tha Beatrice. Bëre zgjedhjen e duhur. Zgjedhjen e guximshme. Rifati, biznesmeni, u ngrit për të dalë, qartësisht I zhgënjur. Por para se të ikte, ndaloi. Nëse keni nevojë për diçka, çfarëdo qoftë, zyra ime është në dispozicion. Arsim, urgjenca mjekësore, çfarëdo. Oferta e ndihmës nuk zhduket vetëm sepse nuk u zgjodha. Një nga një, të tjerët ndoqën shembullin. Disa me më shumë hir se të tjerët, por të gjithë duke njohur vendimin e Elonës. Dhe për habin e saj, disa lanë informacione kontakti duke ofruar ndihmë të ardhshme pa pritur lidhje farefisnore. Kur salla më në fund u zbraz, mbetën vetëm Elona, Pavli, Robert, Marina dhe Klara, punonjësja sociale. Je e sigurt për këtë? E pyeti Klara Elonën. Sepse mund ta kthejmë nëse ndryshon mendje. Jam e sigurt, konfirmoi Elona. Por, ajo shikoi Robertin, a mund të kem 2 familje? Pavlin si kujdestar, por ty si xhaxha. Gentin si kushëri? Robert lëshoi një pëshertim lehtësimi. Do të ishte një nder. Një nder I madh. Po ju? Elona shikoi Pavlin. Mund të keni familje për rreth? Xhaxhallar, kushërin, gjyshër të përkohshëm? Pavli qeshi, tingulli I sinqert dhe I ngrohtë. Sa më shumë, aq më mirë. Familja nuk është garë. Është shtesë.
Atëherë u vendos, tha Marina, duke filluar të përgatiste letrat. Do të fillojmë procesin e kujdestarisë. Por para se të mund të vazhdonin, dera u hap me dhunë. Roja i sigurisë së Robertit hyri me vrap. Zotëri, shtypi ka pushtuar hollin. Kanë zbuluar për takimin. Duan deklaratë. Dhe ka diçka tjetër. Çfarë? Pyeti Robert. Ka një avokat atje poshtë. Thotë se përfaqëson baban biologjik të fëmijëve. Po kërkon të drejtat prindërore. Bota dukej se ndaloi. Elona ndjeu tokën të zhdukej nën këmbët e saj. Babai? Burri që nëna e saj nuk e përmendi kur, që nuk u shfaq kur, që i braktisi? Ai nuk ka të drejtë, tha Elona, zëri i saj duke dalë shumë më i lartë se sa synonte. Ai kur nuk na deshi. Kur nuk na kërkoi. Nuk mund të shfaqet tani. Pavli u gjunjëzua para saj, duke i mbajtur supet butësisht. Qetësohu. Do ta zgjidhim këtë. Askush nuk do t'ju ndaj, të premtoj. Por premtimi tingëlloi i zbrazët. Sepse Elona e njihte realitetin. E njihte se si funksiononte bota. Prindërit biologjik kishin të drejta. Dhe nëse ky burr ishte i interesuar tani që kishte media, para dhe vëmendje të përfshirë, ajo nuk ishte e sigurt se ndonjë premtim mund t'i mbronte. Robert ishte në telefon duke folur shpejt. Marina tashmë ishte në kompjuter duke kërkuar precedent ligjor. Klara përpiqej të qetësonte Elonën ndërsa Pavli qëndronte pranë saj, një prani e fortë në mes të kaosit. Dhe kështu, në momentin kur Elona mendonte se më në fund kishte gjetur një rrugë, një stujë e re po formohej në horizont. Sepse betejë për kujdestarinë e saj ishte larg përfundimit. Dhe kundërshtari i ardhshëm nuk ishte dikush që mund të refuzojë thjesht me një zgjedhje. Ishte dikush që, sipas ligjit, kishte të drejta që mund të mbizotëronin mbi të gjitha të tjerat. Ishte dikush që kishte fuqinë të shkatëronte gjithçka që Elona po përpiqej të ndërtonte. Dhe ajo nuk e dinte nëse këtë herë do të ishte mjaft e fortë për të luftuar kundër asaj që po vinte. Kaosi në spital zgjati me orë të tëra. Gazetarët u grumbulluan në hol, kamerat kapnin çdo lëvizje, mikrofonat shtyheshin drejt kujtdo që dukej se kishte informacion. Historia e vajzës heroin që zgjodhi thjeshtësinë në vend të pasurisë ishte tashmë mjaft sensacionale. Por tani, me shfaqjen e papritur të një babai biologjik që pretendonte të drejta, narrativa kishte fituar një shtresë të re e drame që media e glabëronte me një etje të pangopur. Elona ishte ulur në krevatin e spitalit duke përqafuar mirin dhe lirën që ishin sjell me nxitim kur filloi trazira. Ata nuk e kuptonin plotësisht se çfarë po ndodhte, por ndjenin frikën e Elonës dhe kjo i tremte edhe ata. Robert ishte në telefon me avokatët e tij. Marina shtypte furishëm në laptopin e saj duke përgatitur dokumente. Pavli qëndronte ulur pranë krevatit, një prani e qetë në mes të stuhisë, duke mbajtur dorën e Elonës sa herë që ajo fillonte të dridhej. Klara, punonjësja sociale, hyri në dhomë me një shprehje të shqetësuar. Duhet të flasim për situatën ligjore. Avokati i zë, Henrik Prifti, po bëhet shumë këmbëngulës. Ai po kërcënon se do të ngrej padi nëse nuk lejojmë një takim. Henrik Prifti, përsëriti Elona emrin duke e provuar në gjuhën e saj. Ishte hera e parë që dëgjonte emrin e plot të babait të saj. Nëna e saj nuk fliste kur për të, gjithmonë e shmangte temën kur Elona pyeste. Gjithçka që dinte ishte se ai ishte larguar para se ajo të lindte dhe nuk u kthye kurrë. Nuk ke nevojë ta shohësh nëse nuk do, tha Pavli me vendosmëri. Askush nuk mund të të detyrojë. Në fakt, ndërhyri Marina duke ngritur syt nga ekrani i saj, ligjërisht ai ka të drejtë të kërkojë vizitë. Ai është babai biologjik dhe nuk ka asnjë urdhër gjykate kundër tij. Ende, pyeti Robert. Po hulumtoi. Nëse arrim të provojmë braktisje të qëllimshme, neglizhencë të zgjatur, mund të argumentojmë për heqjen e përgjegjësisë prindërore. Por është një proces i gjatë dhe i komplikuar. Dhe ai e di këtë. Prandaj u shfaq tani, kur ka vëmendje publike. E di se çdo gjykatës do të hezitojë të mohojë të drejtat atërore me gjithë vendin që shikon. Elona ndjeu zemërimin të rritej në gjoksin e saj, i nxehtë dhe intensiv. Ai nuk interesoi për ne kur ishim në rrugë. Kur ishim të uritur. Kur mami ishte e sëmur dhe kishte nevojë për ndihmë. Por tani që ka kamera dhe para të përfshira, ai do të bëhet baba.
Pikërisht, u pajtua Marina. Dhe ne duhet ta provojmë këtë. Por për ta provuar, ti do të duhej ta shije. Të flisje me të. Ta lejoje të vetë inkriminohej. Jo, tha Pavli menjëherë. Ajo është një fëmijë. Nuk do ta përdorim si karem në një lojë ligjore. Nuk është lojë, kundërshtoi Marina. Është jeta e saj. Dhe nëse nuk e bëjmë këtë, ai mund të fitojë të drejtat e vizitës. Më keq, mund të fitojë kujdestari të përbashkët. E kuptoni se çfarë do të thotë kjo? Elona dhe vëllezërit e saj do të duhej të kalonin kohë me një burr që i braktisi, vetëm sepse ai vendosi të shfaqej në momentin e duhur. Dhoma ra në një heshtje të rëndë. Elona shikoi Mirin dhe Lirën që e vëzhgonin me sy të mëdhenj dhe plot besim. Ata besonin se ajo gjithmonë do të dinte çfarë të bënte, se gjithmonë do t'i mbante të sigurt. Por si mund t'i mbronte nga kjo? Do ta bëj, tha Elona më në fund, zëri i saj i vogël por i vendosur. Do ta takoj. Por me kushte. Të gjithë e shikuan. Dua që ju të jeni në dhomë, vazhdoi ajo, duke parë Robertin, Pavlin dhe Klarën. Dua që gjithçka të regjistrohet. Dhe nëse them se dua të ndaloj, biseda mbaron. Menjëherë. Marina pohoi me kokë. Mund ta bëjmë këtë. Do të përgatis gjithçka. Takimi u caktua për ditën tjetër në një sallë konferencash të spitalit që u përgatit posaçërisht. Kishte kamera diskrete të instaluara, mikrofona të fshehur, dëshmitar të pozicionuar. Miri dhe Lira do të qëndronin me Gentin dhe gruan e Robertit në një kat tjetër, larg çdo tensioni. Elona nuk fjeti atë natë. Qëndroi zgjuar duke imagjinuar se si do të ishte të shihte burrin që e krijoi por kur nuk e njohu. A do të ngjante me të? A do të kishte të njëjtët sy kafe? Të njëjtin ballë të lartë? Apo do të ishte një i huaj i plot, pa asnjë lidhje përveç biologjisë? Kur erdhi mëngjesi, ajo ishte e raskapitur dhe nervoze. Pavli e ndihmoi të vishej, duke zgjedhur rroba të thjeshta por dinjitoze. Nuk donin që të dukej si një viktimë e brisht, por as nuk donin shfaqje luksi. Elona duhej të dukej pikërisht ajo që ishte, një fëmijë i zakonshëm që kishte kaluar gjëra të jashtëzakonshme. Henrik prifti mbërriti saktësisht në orën 10 të mëngjesit. Elona dëgjoi zërin e tij në korridor para se ta shihte, një zë i thellë që diskutonte detaje me avokatin e tij. Pastaj dera u hap dhe ai hyri. Ai ishte i gjatë, ndoshta 40 vjeç, me flokë të errët që fillonin të thinjeshin në tëmtha. Vishte një kostum që duke i ri, sikur të ishte bler posaçërisht për atë rast. Dhe po, ai kishte të njëjtët sy kafe si Elona. Të njëjtën strukturë kockore në fytyrë. Të shihje reflektimin tënd në një të huaj ishte shqetësuese. Elona, tha ai, dhe kishte emocion të sinqert në zërin e tij. Ose të paktën, duke i sinqert. Je rritur kaq shumë. Je bërë kaq e madhe. Elona nuk tha asgjë. Vetëm vëzhgoi ndërsa ai afrohej, lëvizjet e tij të kujdesshme, sikur po i afrohej një kafshë të trembur. E di që ke pyetje, vazhdoi Henrik kur kuptoi se ajo nuk do të përgjigjej. E di që duhet të jesh e hutuar sepse jam këtu tani. Dhe kam shpjegime. Atëherë shpjego, tha Elona, zëri i saj më i ftohtë se sa synonte. Henrik shikoi të rriturit e tjerë në dhomë, sikur të kërkonte privatësi, por askush nuk lëvizi. Ai pshertiu dhe tërhoqi një karrige, duke u ulur përballë Elonës, por duke mbajtur një distancë respektuese. Kur e njoha nënën tënde, isha shumë i ri. 23 vjeç. Po filloja jetën time, duke u përpjekur të ndërtoja një karrierë. Dhe pastaj ajo mbeti shtatzën me ty, unë u panikova. Nuk isha gati të bëhesha baba. Nuk kisha para, nuk kisha stabilitet. Kështu që ika. Ishte vendimi më frikacak dhe egoist i jetës sime. Elona mbajti shprehjen e saj neutrale, por brenda, çdo fjalë ishte një te. Pasi lindeti, u përpoqa disa herë të kontaktoja me Julian. Dërgova para kur munda. Por ajo gjithmonë i kthente. Thoshte se nuk donte asgjë nga unë. Se kishte shumë krenari për të pranuar thërrim e faji. Nëna ime nuk e përmendi kur këtë, tha Elona. Sepse donte të mbronte. Donte që ti të mos rriteshe duke ditur se babai yt ishte një frikacak që iku. Henrik ndaloi, duart i dridheshin lehtë. Por pastaj ndalova së provuari.
U martova me një grua tjetër, u përpoqa të filloja një jetë të re. U hoqa si kur ti nuk ekzistoje sepse ishte më e lehtë se sa të përballesha me turpin tim. Dhe tani, pyeti Elona. Pse tani? Sepse pash foton tënde në gazetë. Pash atë që bëre, si shpëtove atë djalë. Si u kujdese për vëllezërit e tu vetëm. Dhe kuptova se ti u bëre personi i mrekullueshëm që je pavarësisht meje, jo për shkakun tim. Dhe kjo më shkatëroi. Ishte një histori prekëse. Madje emocionuese. Por Elona kishte mësuar të lexonte njerëzit. Iu desh ta bënte këtë për të mbijetuar në rrugë. Dhe kishte diçka në sytë e Henrikit, një hezitim, një falsitet delikat që ajo nuk mund ta injoronte. U martove përsëri, vërejti Elona. Ke fëmijë të tjerë? Henrik hezitoi para se të përgjigjej. Kam një djalë. Nga martesa ime e dytë. Filipi. Ai është 5 vjeç. Dhe gruaja jote e di për mua? Një tjetër hezitim. Tani e di. I pa lajmet si gjithë të tjerët. U shokua. Nuk e dinte se kisha një vajzë. Pra, e gënjeve, përfundoi Elona. E fshehe ekzistencën tonë. Nuk ishte kaq e thjeshtë. Duket mjaft e thjeshtë, e ndërpreu Elona. Krijove një familje të re dhe u hoqe sikur e para nuk ekzistonte. Dhe u ktheve vetëm tani sepse të gjithë po shikojnë. Sepse do të dukej keq të mos shfaqeshe. Avokati i Henrikit, i cili kishte qenë i heshtur deri atëherë, lëvizi i parehatshëm. Elona, babai yt po përpiqet të bëjë gjën e duhur tani. Të gjithë bëjnë gabime. Gabime? Elona u kthye nga avokati, zëri i saj duke u ngritur. Gabime janë të harrosh të blesh qumësht ose të arrish me vonesë. Të braktisësh 3 fëmijë për të vdekur urie në rrugë nuk është gabim. Është zgjedhje. Ai zgjodhi të mos ishte aty. Zgjodhi familjen e tij të re të rehatshme. Dhe u kthye vetëm sepse tani ka projektor. Kjo nuk është e drejtë, protestoi Henrik. Unë nuk e dija se ishit në rrugë. Mendova se Julia kishte familje, mbështetje. Mendove? Elona qeshi, por ishte një tingull pa humor. Ti nuk mendove asgjë. Ti nuk deshe të dije. Ka ndryshim. Robert, i cili ishte mbështetur në mur duke vëzhguar gjithçka, vendosi të ndërhynte. Zë, prifti, me gjithë respektin, çfarë saktësisht doni këtu? Sepse nëse është kujdestaria, duhet të kuptoni se këta fëmijë tashmë kanë pësuar trauma të mjaftueshme. Ata kanë nevojë për stabilitet, jo për më shumë konfuzion. Dua t'i njoh fëmijët e mi, tha Henrik. Dua të bëhem pjesë e jetës së tyre. Dua të korrigjoj gabimet e mia. Shumë e përshtatshme, murmuriti Marina, por mjaftueshëm lart që të gjithë ta dëgjonin. Të bëhesh pjesë e jetës së tyre tani që ka një fond mirëbesimi prej 10 milion eurosh të përfshirë. Henrik u skuq. Nuk bëhet fjalë për para. Jo. Marina hapi një dosje. Sepse bëm një hulumtim të vogël për ju, zë, prifti. Kompania juaj e konsulencës falimentoi 6 muaj më parë. Keni borxhe të konsiderueshme. Martesa juaj e dytë është në krizë financiare. Dhe pa pritur, kur vajza juaj biologjike bëhet lajm kombëtar me premtime për mbështetje financiare të konsiderueshme, ju shfaqeni duke dashur të ushtroni të drejtat atërore. Rastësitë janë magjepsëse, apo jo? Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar. Henrik hapi dhe mbylli gojën disa herë, duke kërkuar fjalë që nuk vinin. Unë meritoj një shans, arriti të thoshte më në fund. Të gjithë meritojnë një shans të dytë. Elona e studioi. Pa dëshpërim aty, po. Por nuk ishte dëshpërimi i një babai që donte të rigjente fëmijët e humbur. Ishte dëshpërimi i dikujt që po mbytej në probleme dhe po shitej një dëras shpëtimi. Do një shans të dytë, pyeti Elona qetësisht. Ku ishe ti kur ne kishim nevojë për shansin e parë? Ku ishe kur nëna ime ishte e sëmur, duke u lutur për ndihmë? Ku ishe kur Miri qante nga uria çdo natë? Ku ishe kur Lira ndaloi së foluri sepse ishte shumë e traumatizuar? Çdo pyetje ishte një akuzë dhe Henrik tkurej me secilën prej tyre. Unë nuk e dija. Ti nuk deshe të dije, e korrigjoi Elona. Dhe kjo është e vërteta. Ti nuk deshe të dije sepse ishte e papërshtatshme. Por tani është e përshtatshme.
Tani ka kamera, ka para, ka vëmendje. Tani mund të jesh babai heroik që u kthye për të shpëtuar fëmijët e tij. Histori e mirë për Median, apo jo? Lotët filluan të rrivnin nëpër fytyrën e Henrikit. Ndoshta ishin të sinqertë. Ndoshta ishte pendim i vërtetë. Por Elona ishte përtej interesimin. Do t'i njohësh mirin dhe lirën, vazhdoi ajo. Do të bëhesh pjesë e jetës së tyre? Atëherë fillo duke kuptuar një gjë, ti nuk je baba i tyre. Baba është ai që është i pranishëm. Baba është ai që kujdeset kur është e vështirë, jo vetëm kur është e lehtë. Ti je vetëm burri që ndihmoi për të na krijuar. Asgjë më shumë. Elona. Filloi Henrik, por ajo ngriti dorën duke e ndërprerë. Dhe për parat për të cilat je qartësisht i interesuar, as mos e provo. Sepse unë do të luftoj me gjithçka që kam për të garantuar që ti të mos shohësh asnjë qindar. Sepse ato para janë për arsimin ton, sigurin ton, të ardhmen ton. Jo për të paguar borxhet e tua. Klara, e cila po dokumentonte gjithçka, vendosi të ndërhynte. Mendoj se kemi pasur mjaft për sot. Elona i bëri shumë të qarta pozicionet e saj. Zë, prifti, ju keni të drejtën ligjore të kërkoni vizitë, por duhet të kuptoni se interesi i fëmijëve vjen i pari. Dhe për momentin, të detyrosh një marrëdhënie do të ishte e dëmshme. Avokati i Henrikit po djersitej. Do të bëjmë kërkesë formale. Bëjeni, e ndërpreu Marina. Dhe ne do të jemi gati. Me prova të braktisjes, neglizhencës dhe tani, tentativës për shfrytëzim financiar. Doni të shkoni në gjykat me këtë? Me gjithë vendin që shikon? Jeni të ftuarit e mi. Henrik u ngrit, imposhtur. Ai shikoi Elonën për herë të fundit dhe kishte diçka në sytë e tij që mund të kishte qenë pendim i sinqert. Por ishte tepër vonë për pendim. Më vjen shumë keq, tha ai. Për gjithçka. Dhe e di që nuk e beson, por është e vërtetë. Më vjen vërtet shumë keq. Edhe mua më vjen keq, u përgjigj Elona. Më vjen keq që zgjodhe të na braktisje. Më vjen keq që u ktheve vetëm për interes. Por kryesisht më vjen keq që nuk do ta dish kur se kush jemi ne në të vërtetë. Dhe kjo është humbja jote, jo jona. Henrik doli nga dhoma i kërrusur, sikur të mbante një peshë të madhe. Avokati i tij e ndoqi shpejt duke murmuritur për hapat e ardhshëm ligjor, por të dy e dinin se betejë ishte e humbur para se të fillonte. Kur dera u mbyll, Elona u shkri. I gjithë kontrolli, e gjithë forca që kishte mbajtur gjatë konfrontimit u avullua. Ajo filloi të qante, me dënese të thella që i dridhnin gjithë trupin e saj të vogël. Pavli e mbështolli në një përqafim, duke e lënë të qante në shpatullën e tij. Ishe kaq e guximshme, pëshpëriti ai. Kaq e fortë. Jam kaq krenar për ty. Doja që ai të ishte ndryshe, dëneste Elona. Doja që ai të interesohej vërtet. Të ishte kthyer sepse na donte, jo sepse kishte nevojë për diçka. A është gabim ta duash këtë? Nuk është gabim, e siguroi Pavli. Është plotësisht njerëzore. Dhe është plotësisht e kuptueshme. Robert u afrua, duke u gjunjëzuar pranë karriges së Elonës. Bëre gjën e duhur. Mbrojte veten dhe vëllezërit e tu. Nëna jote do të ishte kaq krenare. Ajo do ta urrente gjithë këtë, tha Elona mes dënesave. Gjithë këtë cirk, gjithë këtë vëmendje. Ajo gjithmonë donte që ne të ishim të padukshëm sepse ishte më e sigurt. Dhe tani jemi në qendër të gjithçkaje. Por do të mbaroj, e siguroi Klara. Media gjithmonë gjen historinë tjetër. Dhe kur ta gjej, ju do të mund të ktheheni në jetën normale. Të premtoj. Në javët që pasuan, parashikimi i Klarës filloi të vërtetohej. Henrik u përpoq të vazhdonte luftën ligjore, por provat kundër tij ishin dërmuese. Fotografit e Elonës dhe vëllezërve të saj në rrugë, ndërsa ai jetonte rehatshëm me familjen e tij të re. Mungesë totale e çdo përpjekjeje kontakti për vite me radhë. Dëshmitarë që konfirmonin se Julia ishte përpjekur ta gjente kur u sëmur, por ai kishte injoruar të gjitha mesazhet. Gjykatësi që analizoi rastin ishte i drejtpërdrejtë në vendimin e tij. Të drejtat atërore të Henrikit u kufizuan rënd. Ai mund të kërkonte vizita të mbikëqyrura në të ardhmen, por vetëm nëse fëmijët shprenin dëshirën për ta parë.
Dhe sa i përket parave, një urdhër gjykate garantoi se ai nuk do të kishte akses ose pretendim mbi asnjë fond të krijuar për fëmijët. Ishte një fitore, por Elona nuk ndjeu triumf. Vetëm trishtim për gjithçka që mund të kishte qenë ndryshe nëse ai do të kishte bërë zgjedhje të ndryshme. Ndërkohë, procesi i kujdestarisë me Pavlin përparonte. U kryen vizita në shtëpi. Shtëpia e tij u inspektua dhe u miratua. Referencat u verifikuan. Dhe çdo hap konfirmonte atë që Elona tashmë e dinte, Pavli ishte i sinqert në dëshirën e tij për të ndihmuar. Shtëpia e tij në Laprak ishte pikërisht siç e kishte përshkruar. E thjesht, por mikpritëse. 3 dhoma të vogla, por të mirë mbajtura. Një kuzhinë që mbante erë kafeje dhe buke shtëpie. Një obor me bar që duhej kositur dhe 2 qenë që vrapuan për të përshëndetur fëmijët me entuziazëm të shfrenuar. Miri u dashurua menjëherë. A mund t'i mbajmë qend? Pyeti ai, syt i shkëlqenin. Janë edhe tuaj tani, tha Pavli me një buzëqeshje. Nëse vendosni të qëndroni. Lira, e cila rrallë fliste me të huaj, shikoi Pavlin me kuriozitet. Si quhen? Ky këtu është kafe, sepse është ngjyrë kafe, shpjegoi Pavli, duke treguar qenin më të madh. Dhe ky i vogli është Çoko, sepse është i zi dhe i ëmbël. Lira qeshi. Ishte një tingull kaq i rrallë dhe i çmuar sa që Elona ndjeu lot në sy. Dhomat ishin të thjeshta por kishin potencial. Pavli e kishte bërë të qartë se ata mund t'i dekoronin si të donin. Miri donte yje që shkëlqenin në tavan. Lira donte rafte për librat që po fillonte të koleksiononte. Elona donte vetëm një krevat të rehatshëm dhe perde që bllokonin dritën e mëngjesit. Lagjja ishte e qetë. Familje të zakonshme në shtëpi të zakonshme që jetonin jetë të zakonshme. Pikërisht ajo që Elona donte. Nuk kishte roje sigurie, nuk kishte kamera mediatike, nuk kishte pritshmëri të pamundura. Vetëm normalitet i bekuar. Shkolla lokale ishte publike dhe e gjallë. Drejtoresha, ZNJ. Marta, ishte një grua e shëndosh me zë të fortë por sy të bullë. Do t'ju vendosim në klasa të përshtatshme për moshat tuaja, shpjegoi ajo. Por me mbështetje shtesë për të kompensuar kohën që keni kaluar jashtë shkollës. Pa presion, pa gjykim. Vetëm mësim. Elona takoi mësuesen e saj të ardhshme, ZNJ. Ana, e cila kishte një buzëqeshje të ngrohtë dhe dukej sinqerisht entuziaste që do ta kishte në klasë. Kam dëgjuar se je shumë e guximshme, tha Ana. Do të përshtatesh mirë këtu. Dhe nëse ke nevojë për ndihmë me diçka, dera ime është gjithmonë e hapur. Për herë të parë pas shumë kohësh, Elona filloi të ndjente diçka që kishte harruar se si ishte. Shpresë. Jo shpresën e vagull dhe të dëshpëruar se gjërat do të përmirësoheshin magjishëm. Por shpresë të vërtetë, të bazuar në plane konkrete dhe njerëz të besueshëm. Por jo gjithçka ishte e thjeshtë. Elona ende zgjohej në mes të natës me ëndra të këqija. Ende kishte momente paniku kur shihte policë. Ende ndjente faj për të gjitha momentet që nuk arriti t'i mbronte plotësisht vëllezërit e saj. Trauma nuk zhdukej vetëm sepse rrethanat përmirësoheshin. Ishte Robert ai që sugjeroi terapin. Jo vetëm për ty, tha ai. Për të gjithë ju. Keni kaluar gjëra që asnjë fëmijë nuk duhet të kalojë. Dhe keni nevojë për ndihmë profesionale për ta përpunuar këtë. Psikologjia, Dr. Beatrice, ishte specialiste në traumën e fëmijëve. Zyra e saj ishte mikpritëse, plot me jastëk të butë dhe lodra. Ajo kur nuk i detyronte të flisnin, vetëm i linte fëmijët të flisnin në kohën e tyre. Seancat e para ishin të vështira. Elona nuk donte të rijetonte momentet e këqija. Nuk donte të fliste për natën kur nëna e saj u bë aq e dobët sa nuk mund të ngrihej më. Nuk donte të kujtonte të ftohtin therrës të netëve në mbikalim. Nuk donte të pranonte sa herë kishte menduar të dorëzohej. Por ngadalë, me durimin e pafund të Dr. Beatrices, Elona filloi të hapej. Dhe zbuloi se të flisje nuk e bënte dhimbjen më të keqe. Në fakt, të ndaje peshën e bënte atë më të lehtë. Miri gjithashtu kishte seancat e tij. Zbuloi frikëra që i kishte fshehur, ëndra të këqija të përsëritura, ankth ndarjeje. Lira, e cila fliste kaq pak, filloi të përdorte vizatimet për të shprehur atë që fjalët nuk mundnin. Vizatimet e saj tregonin errësirë, por gjithashtu filluan të tregonin dritë.
Ngjyrat filluan të shfaqeshin aty ku më parë kishte vetëm të zezë. Dhe pak nga pak, shumë ngadalë, shërimi filloi. 2 muaj pas ditës kur Elona shpëtoi Gentin, kujdestaria ju transferua zyrtarisht Pavlit. Nuk pati ceremoni të madhe, nuk pati kamera. Ishte një takim i thjesht në gjykat, me letra të nënshkruara dhe dëshmitar të pranishëm. Por kur gjykatësi goditi çekiçin dhe e shpalli Pavlin kujdestar ligjor të 3 fëmijëve, Elona ndiu diçka të lirohej në gjoksin e saj. Një tension që e kishte mbajtur për kaq shumë kohë më në fund u çlirua. Ata ishin të sigurt. Zyrtarisht, ligjërisht, plotësisht të sigurt. Pavli u gjunjëzua para tyre pas seancës, duke i parë në sy secilin fëmijë. Unë premtoj të kujdesem për ju, tha ai. Jo në mënyrë të përsosur, sepse askush nuk është i përsosur. Por me gjithë dashurinë që kam. Dhe premtoj t'ju dëgjoj gjithmonë, t'ju respektoj gjithmonë, të luftoj gjithmonë për ju. Këtë bën familja. Miri e përqafoi menjëherë. Lira hezitoi vetëm një sekond para se të bashkohej. Dhe Elona, e cila kishte mësuar të mos u besonte premtimeve, e cila kishte parë të rriturit të dështonin her pas here, i lejoi vetes të besonte. I lejoi vetes të shpresonte se këtë herë, më në fund, premtimet do të mbaheshin. Atë natë, në shtëpinë në Laprak, me Mirin dhe Lirën që flinin në dhomat e tyre të reja, me kafen dhe çokon që gërhisnin në korridor, me erën e darkës që ende qëndronte në ajër, Elona shikoi nga dritarja e dhomës së saj yjet. Mendoi për nënën e saj, duke imagjinuar nëse ajo mund t'i shite nga atje lart. Nëse ishte krenare. Nëse e dinte se fëmijët e saj më në fund ishin të sigurt. Ja dolëm, mami, përshpëriti Elona natës. Qëndruam bashk. Siç kërkove ti. Dhe për herë të parë që kur filloi gjithçka, Elona fjeti gjithë natën pa ëndra të këqija, pa u zgjuar për të kontrolluar vëllezërit e saj, pa frikë se çfarë do të sillte agimi. Sepse më në fund, pas kaq shumë kohë duke luftuar, ajo mund të ishte thjesht fëmijë. Dhe kjo ishte më e çmuar se çdo vil apo pasuri mund të ishte. 6 muaj pas natës që ndryshoi gjithçka, Elona u zgjua me dritën e diellit që hynte përmes perdeve të dhomës së saj. Jo zgjimi i befasishëm i dikujt që jetonte në alarm të vazhdueshëm, por zgjimi gradual i dikujt që kishte fjetur thellë dhe me siguri. U shtriq në krevat duke ndjerë çarçafet e pastër dhe të butë kundër lëkurës së saj, dhe i lejoi vetes disa minuta thjesht shtrirë, duke shijuar heshtjen e qetë të mëngjesit. Nga obori vinin tingujt e Mirit që luante me qend, e qeshura e tij e qartë dhe e shkujdesur duke jehuar nëpër shtëpi. Ishte një tingull që ishte bërë i zakonshëm, por që ende ja shtrëngonte zemrën e Elonës nga mirënjohja. Kishte një kohë kur ajo mendonte se nuk do ta dëgjonte kur më Mirin të qeshte në atë mënyrë. Elona u ngrit dhe shkoi në dhomën ngjitur, ku Lira ende flinte e përqafuar me arushin pelush që Genti ja kishte dhënë dhuratë muajin e kaluar. Vajza ishte rritur, fytyra e saj duke humbur atë zbeje të sëmur që mbante në rrugë. Faqet I ishin bërë më të plota, të shëndetshme, roz. Dhe më e rëndësishmja, ajo buzëqeshte shpesh tani, një buzëqeshje e sinqertë që I arrinte deri në sy. Në kuzhinë, Pavli tashmë po përgatiste mëngjesin. Ai këndonte me zë të ulët ndërsa kthente petullat në tigan, një zakon mëngjesi që Elona kishte mësuar ta priste dhe madje ta pëlqente. Kafeja e zier në filtr pëlvure mbushte shtëpinë me aromën e saj ngushëlluese. Mirëmëngjes, gjumashe, tha Pavli kur Elona hyri, duke I ofruar buzëqeshjen e tij të ngrohtë të zakonshme. Mendova se do të flije deri vonë sot. Nuk ke mësim. Ishte e shtunë, ditë me rutinë të ndryshme, por po aq të dashur. Kam një angazhim të rëndësishëm sot, I kujtoi Elona ndërsa u ul në tryezë. Inaugurimi. Pavli pohoi me kokë, shpreha e tij duke u bërë më serioze por krenare. Vërtet. Ditë e madhe. Je nervoze? Pak, pranoi Elona. Do të ketë shumë njerëz. Edhe shtyp. Por këtë herë është ndryshe, vërejti Pavli, duke I vënë një pjatë me petulla përpara. Këtë herë ti je në kontroll. Je atje sepse do, jo sepse po të gjuajnë. Ai kishte të drejtë. Inaugurimi I institutit Elona Prifti, I themeluar me burimet e 8 miliarderëve që fillimisht u përpoqën ta birsonin, ishte krejtësisht I ndryshëm nga cirku mediatik I muajve më parë. Këtë herë, Elona kishte zë. Kishte zgjedhje. Dhe kishte qëllim.
Pas mëngjesit, ndërsa Elona ndihmonte Pavlin të lante enët, një aktivitet që ishte bërë pjesë e rutinës së tyre të lidhjes, ajo mendoi se si gjithçka kishte ndryshuar. Jeta në shtëpinë e Laprakës ishte bërë shtëpi e vërtetë. Nuk ishte e përsosur, sigurisht. Kishte debate të rastësishme për punët e shtëpisë të pabëra, për kufit e kohës së televizorit, për detyrat e shtëpisë të lëna për minutën e fundit. Por ishin konflikte normale të një familjeje normale. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që Elona kishte dashur gjithmonë. Shkolla kishte qenë një sfidë në fillim. Elona ishte e prapambetur në krahasim me fëmijët e tjerë të moshës së saj, veçanërisht në matematikë dhe shkenca. Por zënëja. Ana kishte qenë e duruar dhe e përkushtuar, duke qëndruar pas mësimit për ndihmë shtesë, duke e shndërruar mësimin në diçka argëtuese në vend të frikshme. Dhe gradualisht, Elona filloi jo vetëm t'i arrinte shokët e saj të klasës, por edhe të shkëlqente. Aftësia e saj për të zgjidhur probleme komplekse, e zhvilluar nga vite mbijetese në rrugë, përkthehej çuditërisht mirë në enigma akademike. Miri po ja dilte edhe më mirë. Me 5 vjet të sapo mbushura, ai ishte në kopsht dhe e adhuronte absolutisht. Bëri miq shpejt, gjithmonë kthehej në shtëpi me vizatime të reja dhe histori për aventurat e tij në këndin e lojrave. Trauma ende shfaqej her pas here në ëndra të këqija, por me shumë më pak frekuencë. Terapia me Dr. Beatricen po funksiononte. Dhe Lira, më e brishta kur mbërritën, kishte lulëzuar në një mënyrë që befasonte edhe profesionistët. Ajo ishte ende e turpshme, por kishte filluar të fliste më shumë, fillimisht vetëm me familjen, pastaj me mësuesen e saj dhe përfundimisht me disa fëmijë të zgjedhur në shkollë. Fjalori i saj po zgjeroi me shpejtësi, duke kompensuar vitet e heshtjes. Dhe vizatimet e saj, që filluan të errëta dhe të frikshme, tani shpërthenin në ngjyra të gjalla dhe skena të lumtura. Marrëdhënia me Robertin dhe familjen e tij gjithashtu kishte gjetur një ekuilibër të shëndetshëm. Ata shiheshin rregullisht, zakonisht të dielave për drek në shtëpinë e Robertit ose shëtitje në park. Genti dhe Elona kishin zhvilluar një lidhje të veçantë, jo tamam vëlla e motër, por diçka afër. Ai e trajtonte me respekt të sinqert, kur si vajzën që e shpëtoi, por si dik interesante për meritat e saj. Robert kishte mbajtur premtimin e tij për të qenë një xhaxha i pranishëm. Pagoi për terapinë kur sigurimi shëndetësor nuk e mbulonte. Garantoi që fëmijët të kishin gjithçka që u nevojitej për shkollën. Krijoi një fond arsimor të konsiderueshëm që do të garantonte universitetin për të gjithë kur të vinte koha. Por më e rëndësishmja, ai dëgjonte. Kur Elona kishte dyshime, frikëra ose thjesht kishte nevojë për dikë për të folur, Robert ishte i disponueshëm. Nuk përpiqej të zëvendësonte Pavlin, por e plotësonte. Ishte pikërisht lloji i mbështetjes familjare që Elona nuk e dinte se i nevojitej derisa e pati. Dhe sa i përket miliarderëve të tjerë që u përpoqën ta birsonin, ata me të vërtetë kishin hequr dorë nga gara siç kishin premtuar. Por nuk ishin zhdukur plotësisht. Beatrice Zeka ende dërgonte dhurata të rastësishme dhe letra të përzemërta. Rifat Mema kishte ofruar praktika të ardhshme në kompanitë e tij kur fëmijët të rriteshin. Sofia Gjoni organizoi një fushat mbledhjeje fondesh që përfitoi qindra fëmijë në situatë rruge. Ferdinand Dervishi kishte përdorur ndikimin e tij politik për të miratuar legjislacion më të fortë që mbronte fëmijët e braktisur. Dhe së bashku, të tetë kishin themeluar institutin Elona Prifti. Ideja lindi nga Marina, avokatja e Robertit. Ti preke zemrat e njerëzve të fuqishëm, i kishte shpjeguar muaj më parë. Dhe ata duan të ndihmojnë. Atëherë pse të mos e kanalizojmë këtë dëshirë në diçka më të madhe? Diçka që mund të ndihmojë jo vetëm ty, por qindra fëmijë të tjerë si ti? Instituti do të ishte një qendër strehimi dhe mbështetjeje për fëmijët në situatë rruge. Ndryshe nga strehimoret tradicionale të përkohshme, fokusi do të ishte në mbajtjen e familjeve të bashkuara sa herë që ishte e mundur, ofrimin e arsimit dhe mbështetjes psikologjike, dhe ndihmën në tranzicionin drejt shtëpive të përhershme pa ndarë vëllezërit e motrat. Gjithçka e bazuar në përvojat e Elonës dhe në atë që ajo identifikoi si më të rëndësishme kur ishte në rrugë. Elona ishte konsultuar në çdo fazë të planifikimit. Zëri i saj, zëri i dikujt që e kishte jetuar vërtet atë realitet, kishte formuar politikat dhe procedurat. Ajo kishte këmbëngulur që instituti të kishte psikolog në dispozicion 24 orë. Që të kishte rroba të madhësive të ndryshme gjithmonë në dispozicion sepse dinjiteti fillon me pamjen.
që të kishte vakte të ngrohta të shërbyra në orare fleksibël, sepse fëmijët e rrugës nuk ndjekin orare konvencionale. Që të kishte hapësirë për kafshët shtëpiake, sepse ndonjëherë një qenrruge është e vetmja familje që ka një fëmijë. Dhe sot ishte dita e inaugurimit zyrtar. Ndërtesa ishte në zonën qendrore të Tiranës, e vendosur strategjikisht pranë vendit ku përqendroheshin shumë fëmijë rruge. Ishte mjaft e madhe për të akomoduar 50 fëmijë rehatshëm, me plane për zgjerim në të ardhmen. Kishte klasa, zyra mjekësore, hapësira argëtimi, kuzhinë industriale dhe atë që Elona kishte këmbëngulur se ishte thelbësore, një kopsht të brendshëm ku fëmijët mund të kishin kontakt me natyrën dhe paqen. Kur mbërritën në institut disa orë më vonë, tashmë ishte mbledhur një turm. Gazetar, por edhe familje të interesuara për të birësuar, vullnetar që donin të ndihmonin, politikan që donin të tregonin mbështetje dhe më e rëndësishmja, fëmijë dhe familje që potencialisht do të përfitonin nga shërbimet. Elona ndjeu peshën e njohur të ankthit të fillonte të rritej në gjoksin e saj. Ishin shumë njerëz. Shumë vëmendje. Por pastaj ndjeu dorën e Pavlit në shpatullën e saj, të fortë dhe ngushëlluese, dhe dorën më të vogël të Lirës që mbante të sajën. Ajo mori frym thellë. Nuk ishte vetëm. Nuk do të ishte më kurrë. Të 8 miliarderët ishin të gjithë të pranishëm, duke formuar një rresht përpara ndërtesës. Kur pan Elonën, të gjithë buzëqeshën me lumturi të sinqertë. Beatrice u afrua e para. Elona, sa e bukur je, tha ajo, dhe kishte emocion në zërin e saj. Dhe çfarë dite e mrekullueshme. Trashëgimia jote fillon këtu. Nuk është vetëm e imja, e korrigjoi Elona butësisht. Është edhe e juaja të gjithëve. Dhe e të gjithë fëmijëve që do të ndihmohen këtu. Ceremonia filloi me fjalime. Robert foli për shanset e dyta dhe familjen. Rifati për përgjegjësinë sociale. Sofia për përdorimin e ndikimit për të mirën. Secili ndau motivimet dhe shpresat e tij për institutin. Dhe pastaj ishte radha e Elonës të fliste. Ajo u ngjit në skenën e vogël të montuar, shikoi turmën e fytyrave dhe për një moment paniku e kërcënoi. Por pastaj pa Pavlin duke i dhënë një buzëqeshje inkurajuese. Pa Mirin dhe Lirën në rreshtin e parë, duke e parë me krenari. Pa Robertin dhe Gentin, Beatricen dhe të tjerët, teto Marietën që kishte mbyllur furrën për të qenë e pranishme, zënija. Anën dhe Dur Beatricen, Klarën punonjësen sociale. Pa të gjithë njerëzit që formonin rrjetin e saj të mbështetjes, familjen e saj të zgjeruar. Dhe pa të shpërndar në përturm, fëmijë që qartësisht jetonin në rrugë. Rroba të pista, shikime të matura, qëndrim mbrojtës. Fëmijë siç kishte qenë ajo. Fëmijë të padukshëm që bota i injoronte. Elona filloi të fliste. Unë quhem Elona Prifti. Dhe 6 muaj më parë, jetoja në një mbikalim me 2 vëllezërit e mi. Kishim ftohtë, uri, frikë. Ishim të padukshëm. Bota kalonte pranë nesh çdo ditë dhe nuk na shite. Jo sepse ishim të vegjël, por sepse njerëzit zgjidhnin të mos shihnin. Sepse është më e lehtë të injorosh se sa të ndihmosh. Zëri i saj, që filloi i dridhur, u bë më i fortë. Por një natë gjithçka ndryshoi. Unë bëra diçka që më bëri të dukshme. Dhe pa pritur, e gjithë bota donte të më shihte, të më njihte, të më ndihmonte. Dhe unë u hutova. Pse tani? Pse meritoja ndihmë kur bëra diçka heroike, por nuk e meritoja kur thjesht po përpiqesha të mbijetoja? Ajo ndaloi, duke e lënë pyetjen të qëndronte në ajër. E vërteta është se çdo fëmijë meriton të shihet. Jo sepse bëri diçka të jashtëzakonshme, por thjesht sepse ekziston. Çdo fëmijë në rrugë ka një histori. Ka një familje që e do ose e ka dashur. Ka ëndra dhe frikëra dhe potencial. Por shoqëria i bën të padukshëm sepse është e përshtatshme. Sepse të pranosh se ekzistojnë do të thotë të duhet të bësh diçka për këtë. Elona shikoi drejt për drejt kamerat, duke e ditur se fjalët e saj do të arrinin shumë përtej asaj turme. Ky institut nuk është për mua. Është për të gjithë fëmijët që janë ende të padukshëm. Është për të garantuar që ata të shihen, të dëgjohen, të vlerësohen. Është për të mbajtur familjet bashkë sepse ndarja shkakton më shumë trauma. Është për të ofruar jo vetëm një çati dhe ushqim, por dinitet dhe shpresë dhe të ardhme. Zëri i saj u bë më i butë, më personal. Kur isha në rrugë, ëndërroja për një vend të sigurt. Nuk ëndërroja për vila apo pasuri.
Ëndërroja për një krevat të pastër, ushqim të garantuar dhe të zgjohesha pa frikë. Ëndërroja për normalitet. Dhe tani e kam këtë. Kam një shtëpi, një familje, një jetë. Por kur nuk do të harroj se si ishte të ishe në anën tjetër. Si ishte të ishe i padukshëm. Elona tregoi ndërtesën pas saj. Ky vend do t'i bëj fëmijët të dukshëm. Do t'u jap atyre atë që u nevojitet jo vetëm për të mbijetuar, por për të lullzuar. Dhe do t'a bëj këtë me respekt, me dinjitet, me dashuri. Sepse çdo fëmijë e meriton këtë. Jo si bamirësi, por si një e drejtë themelore e të qenit njeri. Ajo shikoi 8 miliarderët që financuan projektin. Ju falenderoj që përdoret burimet tuaja për këtë. Që kuptuat se pasuria e vërtet nuk është në atë që grumbullojmë, por në atë që ndajmë. Që transformuat propozimet tuaja për të më ndihmuar mua në një angazhim për të ndihmuar shumë të tjerë. Dhe pastaj Elona shikoi drejt për drejt fëmijët e rrugës në turm, duke folur tani vetëm për ta. Dhe për ju që jeni në rrugë tani, dua të dini, ju nuk jeni të padukshëm. Ju keni rëndësi. Jeta juaj ka vlerë. Dhe ka njerëz që interesohen, që duan të ndihmojnë. Ky vend është për ju. E jani kur të keni nevojë. Nuk do t'ju ndajmë nga ata që doni. Nuk do t'ju gjykojmë. Vetëm do t'ju shohim vërtet dhe do t'ju ndihmojmë. Kur Elona mbaroi, pati heshtje për një moment. Dhe pastaj duartrokitje. Jo duartrokitjet e sjellshme të një eventi formal, por duartrokitje të sinqerta, të emocionuara. Disa njerëz po qanin hapur, përfshirë Beatricen dhe Pavlin. Pas fjalimeve, erdhi momenti simbolik i prerjes së shiritit. Tradicionalisht do të ishte vetëm Elona. Por ajo kishte një ide tjetër. Thiri Mirin dhe Lirën të bashkoheshin me të. Dhe pastaj thiri 3 fëmijë nga turma që qartësisht jetonin në rrugë. Edhe ju, u tha Elona atyre. Sepse kjo është e juaja po aq sa imja. Së bashku, të 6 pren shiritin. Dhe instituti Elona prifti ishte zyrtarisht i hapur. Pjesa tjetër e ditës ishte një mjegull vizitash në përndërtes, intervistash me gazetar, bisedash me vullnetar dhe donator të mundshëm. Elona ju përgjigj pyetjeve, pozoi për foto, shpjegoi programet. Por momenti më domethënës erdhi në fund të pasdites. Një vajzë, ndoshta 9 vjeç, ju afrua me droj Elonës. Ishte e pistë, me rroba të grisura, flokë të ngatëruar. Dhe sytë e saj kishin atë shikim që Elona e njihte kaq mirë. Shikimin e dikujt që kishte mësuar të ishte i padukshëm. A është e vërtet? Pyeti vajza me zë të ulët. Që ju nuk i ndani familjet? Është e vërtet, konfirmoi Elona, duke u gjunjëzuar për të qenë në nivelin e syve të vajzës. Ke vëllezër e motra? Vajza pohoi me kokë. 2. Një më të vogël dhe një më të madh. Ne qëndrojmë gjithmonë bashkë. Dhe do të vazhdoni të qëndroni bashkë, premtoi Elona. Nëse doni ndihmë, mund t'ju ndihmojmë të treve. Pa u ndarë. Pa pyetje të frikshme. Vetëm ndihmë të vërtetë. Sytë e vajzës u mbushën me lodh. A mund të besoj? Ishte e njëjta pyetje që Elona ua kishte bërë kaq shumë njerëzve në muajt e fundit. Dhe ajo e kuptonte peshën e asaj pyetjeje, rrezikun që vinte me besimin. Mundesh, tha Elona thjesht. Sepse unë kam qenë aty ku je ti dhe e di se gjëja më e rëndësishme është të mbash familjen bashkë. Të premtoj se do ta bëjmë këtë. Vajza e shikoi Elonën për një moment të gjatë, duke vlerësuar, duke vendosur. Dhe pastaj pohoi me kokë. Unë quhem Kamila. Përshëndetje Kamila. Do të kujdesemi për ty dhe vëllezërit e tu. Eja, do të prezantoj me njerëzit që do të ndihmojnë. Në atë moment, duke parë Kamilën të fillonte të çlirohej, të fillonte të shpresonte, Elona ndjeu diçka të plotësohej brenda saj. Vuajtja e saj kishte pasur një qëllim. Lufta e saj kishte pasur kuptim. Dhe tani, ajo mund të përdorte përvojën e saj për të garantuar që fëmijët të tjerë të mos kalonin atë që kaloi ajo. Ose nëse kalonin, të kishin ndihmë më shpejt, më mirë, më me dëmshuri. Në javët dhe muajt që pasuan, instituti filloi të funksiononte me kapacitet të plotë. 10 fëmijë kaluan nëpër dyert e tij. Disa qëndruan përkohësisht ndërsa situatat familjare zgjidheshin. Të tjerë gjetën shtëpi të përhershme përmes programit të birësimit të strukturuar me kujdes.
por të gjithë dolën në një situatë më të mirë se sa hynë. Dhe Elona vazhdoi të ishte e përfshirë. Jo në përditshmëri, sepse ajo kishte jetën e saj për të jetuar, fëmijërinë e saj për të rikuperuar. Por në mbledhjet mujore të bordit, në evente speciale, në momente kritike vendimmarrjeje. Zëri i saj, zëri i përvojës së jetuar, vazhdonte të formonte politikat dhe programet. Media përfundimisht humbi interesin, siç kishte parashikuar Klara. Historia e vajzës heroin u zëvendësua nga tituj të tjerë, skandale të tjera, drama të tjera. Dhe Elona ishte mirënjohëse për këtë. Më në fund mund të ecte në rrugë pa u njohur. Mund të shkonte në shkollë pa reporter. Mund të ishte thjesht Elona, jo Elona heroina. Në shkollë, ajo ishte bërë thjesht një nxënëse tjetër. Po, disa e dinin historinë e saj. Por shumica e fëmijëve ishin më të interesuar të luanin kapuçash në pushim sesa të diskutonin të kaluara traumatike. Elona bëri shoqe, vajza të moshës së saj që e ftonin në festa ditëlindjesh dhe festa me pijame. Pati grindjen e saj të parë me një shoqe dhe pajtimin e saj të parë. Pati nota të këqija në provime dhe gëzimin e përmirësimit pasi studioi më shumë. Pati të gjitha përvojat normale që ishin mohuar. Miri po lulëzonte gjithashtu. Ishte bërë fëmia popullor që i bënte të gjithë të qeshnin. Mësuesit e adhuronin, pavarësisht energjisë së tij her pas here të tepruar. Dhe ai më në fund kishte pushuar së pyeturi se ku ishte nëna, kishte bërë paqe me humbjen në mënyrën që një fëmijë 5 vjeçar mundet. Dhe Lira, transformimi më dramatik nga të gjithë, kishte gjetur pasionin e saj në art, vizatonte vazhdimisht, duke krijuar botë të tëra fantazie me ngjyra. Shkolla kishte vënë re talentin e saj dhe i kishte ofruar mësime shtesë. Dhe Beatrice, e cila kur nuk hoqi dorë plotësisht nga të qenit pjesë e jetës së tyre, kishte financuar materiale arti profesionale. Lira ishte ende e turpshme, por kishte gjetur zërin e saj përmes ngjyrave dhe formave. Pavli vazhdonte të ishte shkëmbi i qëndrueshëm në jetën e tyre. Nuk ishte një baba i përsosur sepse baballar të përsosur nuk ekzistojnë. Ndonjëherë humbiste durimin. Ndonjëherë i duhej të punonte vonë dhe humbiste ndeshjet e futbollit të mirit ose prezantimet e artit të lirës. Ndonjëherë bënte gabime gjykimi për ndëshkimet ose kufi. Por ishte gjithmonë i pranishëm, gjithmonë duke u përpjekur, gjithmonë duke dashur pa kushte. Dhe kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi. Robert dhe Pavli kishin zhvilluar respekt reciprok dhe madje miqësi. Bashkëpunonin në rritjen e fëmijëve pa konkurrencë apo xhelozi. Të dy kuptonin se fëmijët nuk kanë kufi për dashurinë, se më shumë mbështetje do të thoshte më shumë siguri. Ishin bërë bashkë shtylla të jetës së këtyre 3 fëmijëve, secili duke kontribuar në mënyrë unike. Një vit pas natës që ndryshoi gjithçka, në një të premte të zakonshme qershori, Elona ishte në dhomën e saj duke bërë detyrat e shtëpisë kur Pavli trokiti në derë. A mund të hyj? Sigurisht. Pavli hyri duke mbajtur një zarf. Kjo erdhi sot për ty. Ishte një ftesë për një event në institut. Po festoi për vjetori i parë dhe donin që Elona të ishte e pranishme si e ftuar nderi. Do të shkosh? Pyeti Pavli. Elona mendoi për një moment. Një pjesë e saj donte ta linte atë kapitull në të kaluarën, të vazhdonte përpara pa parë prapa. Por një pjesë tjetër e kuptonte rëndësinë e shënimit të progresit, të festimit të fitoreve. Dua, vendosi ajo. Por dua që të vijë e gjithë familja. Ti, Miri, Lira, Robert, Genti. Të gjithë. Sigurisht. E gjithë familja atëherë. Eventi i përvjetorit ishte më intim se inaugurimi. Më pak media, më shumë substancë. Fokusi ishte te fëmijët që ishin ndihmuar, te familjet që ishin ribashkuar, te sukseset reale dhe të matshme. Drejtoresha e institutit, ZNJ. Fernanda, prezantoi statistika mbresëlënëse. 143 fëmijë të ndihmuar. 87 familje të mbajtura bashkë. 56 vendosje të përhershme në shtëpi birësuese, të gjitha me vëllezër e motra të mbajtur bashkë. 0 ndarje të detyruara. Shkallë suksesi shumë mbi mesataren kombëtare. Por numrat nuk e tregonin historinë e plotë. Historitë e vërteta ishin më me ndikim. Camila, fëmia i parë që Elona kishte mirëpritur personalisht, ishte e pranishme. Ajo dhe vëllezërit e saj ishin vendosur me një familje të dashur që kishte burime për 3 fëmijë.
Kamila ishte e pastër, e ushqyer mirë, e buzëqeshur. Një transformim i plot. Faleminderit, i tha ajo Elonës duke e përqafuar fort. Ti na shpëtove. Jo vetëm mua, por edhe vëllezërit e mi. Ti e shpëtove veten, e korrigjoi Elona. Ti bëre zgjedhjen e guximshme për të besuar, për të pranuar ndihmë. Kjo ishte e gjitha ti. Kishte histori të tjera. Binjak 6 vjeçar që ishin ndarë nga sistemi tradicional, por ishin ribashkuar nga instituti. Një adoleshent 14 vjeçar që tani ishte në një program teknik duke mësuar zdrugtari. Një nënë e re që kishte humbur kujdestarinë e djalit të saj, por arriti ta rifitonte pasi mori mbështetje nga instituti për të gjetur punë dhe strehim të qëndrueshëm. Çdo histori ishte një kujtesë se një natë, një vendim, një veprim i guximshëm mund të krijonte valë ndryshimi që përhapeshin shumë përtej asaj që kushdo mund të parashikonte. Në fund të eventit, Elona u ftua të mbillte një pemë në kopshtin e institutit. Një qershi që, sipas drejtoreshës, do të rritej së bashku me ndikimin e institutit. Ndërsa Elona gërmonte tokën me Mirin dhe Liren që ndihmonin, Pavlin pran që ofronte udhëzime, Robertin që bënte foto, ajo mendoi për gjithçka që kishte ndryshuar. Një vit më parë ishte në një mbikalim e padukshme, e frikësuar, shumë përgjegjëse për një fëmijë 7 vjeçar. Tani po mbillte një pemë që do të rritej për dekada, një simbol shprese dhe ri për të rritjeje. Bëj një dëshirë, i pëshpëriti Lira pranë saj, gjithmonë më mistike nga të tre. Elona mbylli sytë për një moment. Mund të dëshironte shumë gjëra. Më shumë burime për institutin. Më shumë familje të gatshme për të birsuar. Ndryshime sistemike që do të parandalonin fëmijët të arrinin në rrugë në radhë të parë. Por në fund, dëshira e saj ishte e thjeshtë dhe personale. Dëshiroj që asnjë fëmijë të mos duhet të zgjedhë midis të qenit i parë dhe të qenit i sigurt. Dëshiroj që të gjithë të mund të jenë të dyja. Kur hapi sytë, pa të gjithë duke e parë me dashuri dhe krenari. Familjen e saj. Jo atë me të cilën lindi, por atë që zgjodhi dhe u zgjodh prej saj. Familjen që ndërtoi nga copa të thyra dhe dashuri këmbëngulëse. Jeta nuk do të ishte kurrë e përsosur. Elona e dinte këtë. Ende do të kishte ditë të vështira. Ende do të kishte momente ku trauma e së kaluarës do të shfaqej papritur. Ende do t'i duhej të përballej me humbjen, me zhgënjimin, me sfidat normale të rritjes. Por tani kishte mjetet për t'u përballur. Kishte mbështetje. Kishte siguri. Dhe më e rëndësishmja, kishte shpresë të vërtetë, jo vetëm dëshirë të dëshpëruar. Atë natë, përsëri në shtëpinë në Laprak, pas darkës familjare dhe historive para gjumit, pasi kontrolloi që Miri dhe Lira ishin të sigurt në dhomat e tyre, Elona qëndroi në dritaren e dhomës së saj duke parë yjet edhe një herë. Ja dolëm, mami, pëshpëriti ajo përsëri, siç kishte bërë kaq shumë herë. Jo vetëm mbietuam. Lulëzuam. Dhe tani po ndihmojmë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Dhe për herë të parë, ndjeu se ndoshta nëna e saj mund ta dëgjonte vërtet. Se nga diku përtej yjeve, Julia po shihte fëmijët e saj jo vetëm të sigurt, por të lumtur. Jo vetëm duke mbietuar, por duke jetuar. Elona kishte mësuar se heroizmi nuk ishte në një moment të vetëm guximi. Ishte në zgjimin çdo ditë dhe zgjedhjen për të vazhduar, për të besuar, për të dashur pavarësisht dhimbjes. Ishte në lejimin e vetes të ishte e cenueshme pasi kishte ndërtuar mure kaq të larta. Ishte në pranimin e ndihmës pasi kishte mësuar se i nevojitej vetëm vetja. Dhe ajo kishte mësuar se të ishe e padukshme kishte qenë mbijetesë, por të ishe e parë, vërtet e parë dhe e pranuar për atë që ishte në të vërtetë, kjo ishte të jetoje. Vitet do të vazhdonin. Elona do të rritej, do të shkonte në gjimnaz dhe përfundimisht në universitet. Do të studionte punë sociale siç kishte ëndërruar gjithmonë, do të punonte pa u lodhur për të përmirësuar sistemet që dështonin me fëmijët e cenueshëm. Miri do të bëhej mësuesi i edukimit fizik, duke ia kushtuar jetën e tij garantimit që çdo fëmijë të kishte mundësinë të luante dhe të ishte i lumtur. Lira do të ishte artiste, duke përdorur artin e saj për t'u dhënë zë përvojave që fjalët nuk mund t'i kapnin. Por atë natë, Elona ishte ende vetëm 8 vjeç. Ishte ende fëmijë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, mund të ishte thjesht kjo. Fëmijë me familje, me shtëpi, me të ardhme. Dhe kjo, më në fund e kuptoi, ishte fundi i vërtet i lumtur. Jo vila apo pasuri. Jo fam apo njohje. Por normalitet i bekuar.
siguri e thellë dhe dashuri pa kushte. Elona ushtri në krevatin e saj, tërhoqi bataniet e buta deri në mjekër dhe mbylli syl. Nuk kishte frikë se çfarë do të sillte mëngjesi. Vetëm paqe. Vetëm mirënjohje. Vetëm ndërgjegjja e qetë se më në fund, pas kaq shumë lufte, ajo kishte mbërritur në shtëpi. Dhe në çdo qytet të Shqipërisë, në çdo hije dhe mbi kalim, kishte Elona të tjera. Fëmijë të tjerë të padukshëm që prisnin të shiheshin, që prisnin shansin e tyre, që prisnin dikë që të interesojë mjaftueshëm për të parë vërtet. Instituti Elona Prifti do të vazhdonte punën e tij. Më shumë jetë do të prekeshin. Më shumë familje do të mbaheshin bashkë. Më shumë fëmijë do të gjenin rrugët e tyre nga padukshmëria drejt dritës. Sepse Elona kishte provuar se një fëmijë me guxim dhe mbështetjen e duhur mund të ndryshonte jo vetëm fatin e tij, por atë të qindra të tjerëve. Se trauma nuk e përcaktonte të ardhmen. Se varfëria nuk e përcaktonte vlerën. Dhe se çdo fëmijë, absolutisht çdo fëmijë, meritonte të shihej. Vajza që shpëtoi një jetë u bë shembulli i një brezi. Jo duke u festuar, por duke i mësuar botës se heroizmi qëndron në të qenit i pranishëm për ata që varen nga ne. Se pasuria e vërtet matet me jetët e prekura, jo me vlerat e grumbulluara. Dhe se dhurata më e madhe që mund të japim është t'i bëjmë të dukshëm ata që bota këmbëngull t'i injoroj. Dhe kështu, me këtë mendim të fundit, me paqe në zemër dhe ëndra të qeta që e prisnin, Elona Prifti fjeti. Fëmia që u bë e rritur shumë herët, tani më në fund duke pasur fëmijërinë që gjithmonë e meritonte. E padukshme nga nevoja, e dukshme nga zgjedhja, dhe më në fund, plotësisht, përjetësisht në shtëpi.